zotrin, mi mbrëma, mirë se erdhët në Do You Have an Idea. Në puntatën e dytë, në eliminatoren e dytë janë 3 të tilla e përsëris për të arritur në finalen e madhe ku do kemi 7 ide të cilat do konkurrojnë me njëra tjetrën dhe shpresojmë shumë që të 7-ta në një farë mënyrë të jenë të financuara. Siç e kam thënë, nuk do lodhem së thëni, ky është programi që mundohet që idetë tuaja t'i bëjë realitet, ide të cilat vlejnë, ide të cilat janë ndërtuara me pasion në botën e biznesit. E dini se si funksionon, ne kemi kaluar fazën e parë, plot 10 seri ku janë shpalosur ide të ndryshme, nga të cilat janë kualifikuar disa që vinë në këtë fazë dhe për të arritur finalen e madhe. Struktura mbetet po e njëjtë, kemi një panel të nderuar biznesmenësh, nuk do lodhem së thëni që fal suportit dhe mbështetjet të klasës së biznesit ne e bëjmë të mundur këtë program, kështu që dua një duar trokitje për gjithë ata njerëz që bëjnë biznes në një realitet të vështirë siç është ai shqiptar. Të njëjtet nuk ka pse t'i përkasin politikës, mund t'i përkasin fare mirë biznesit. Mirë, unë dua të përmend 2 fituesit e puntatës kaluar, janë Stella Toska me një duar trokitje, Creative Zone dhe Geldi Belba dhe Claudio Imeria me Share Albania. Këto janë 2 ide që janë kualifikuar në finale. Mirë, mos harroni që ne do japim në finale dhe një çmim suporti prej 10.000 eurosh për të ndihmuar një nga idet për ta bërë realitet në botën e biznesit. Kështu që surprizat në finale do jenë të shumta. Unë pa humbur kohë po filloj të prezantoj panelin e kësaj jave, i cili përbëhet nga zoti Gentian Daci, administratori i Upcomit. Përshëndetje. Mirë se u rikthyet sërish në Do You Have an Idea. Nuk kam pyetje kësaj radhe, vetëm ty ta them gjithmonë, bëj atë që ti të bësh më mirë. Dhe jam i bindur që do i nxjerrim më të mirë çdo ide që do kemi në Do You Have an Idea. Mirë, kam kënaqësinë të prezantoj klipin për antarin e dytë të jurisë. E ndjekim klipin dhe kthehemi në studio. Përshëndetje, unë jam Zamir Mana, presidenti Balfin Group, një nga grupet më të diversifikuara në Shqipëri në portofolin e investimeve. Aktiviteti jote ka filluar në vitin 1992 në Vjenë me shitjen e palisjeve elektroshtëpiake në Shqipëri dhe më pastaj në rajon. Biznesi jon kryesor është shitje me pakic. Për konsumatorët është me kollajshme të them rrjeti i shitjeve të Neptun, Jumbo, qendra tregtare Tek dhe QTU, si dhe shumë aktivitetet tjera në fashion industri dhe në shpari, një nga aktivitetet tjera cilat sapo kemi marrë ose kemi filluar para pak kohësh. Aktivitetet tjera të grupit janë Kromi. Balfin Group është pronari kompanisë Arprom, që është kompania e dytë më e madhe në Europë për prodhimin e ferrokromit. Aktivitetet tjera gjithashtu të grupit janë ndërtimi, turizmi, agroindustria, kredia konsumatore dhe plot aktivitet tjera mbrenda dhe jashtë vendit. Grupi Balfin ka pasur 3.000 punësuar dhe mbrenda vitit 2017 do të ketë 3.800 punësuar për shkak të aktivitetet tjera që ne po shohim që të ndërtojmë në Shqipëri dhe në rajon. Ajo që do të desha të përmendja ekskluzivisht për emisionin tuaj është ideja e Balfin Group, Your Business Idea Startup 2017, e cila është një ide që përsëritet për herë të dytë në grupin Balfin. Nëpërmjet kësaj ideje, Balfin Group mundohet të suportoj të gjitha idetë që vijnë nga individ ose kompani të caktuara për të ndërtuar një kompani të re. Ne shohim idetë të tyre me një grup të specializuar njerëzish dhe këto ide pastaj ose i financojmë vetë me ta bashk ose i kreditojmë ata për idetë dhe bizneset e tyre. Këshilla kryesore që unë kam është që të provojnë për ditën më shumë dhe edhe sikur të riskojnë risku ja vlen. Zonja dhe zotrin, presidenti grupit Balfin, Samir Mane, përshëndetje. Është kënaqësi dhe nder që ju kam në Do You Have an Idea. Kam një pyetje, duke qenë se ju vetë te grupi Balfin bëni nismas, është viti i dytë mos gaboj, që për gjithë ata që kanë ide startupi mund të vinë të paraqiten. Çfarë i thoni ju një të riu që do të hyjë në botën e biznesit? Kur e keni përballë apo nëpërmjet medias, nuk ka rëndësi. Të provoj sa më shumë me ide sa më inovative dhe natyrisht që jo vetëm unë, po dhe gjithë grupi Balfin është në suport maksimal të gjithë ideve të reja për të suportuar ato dhe për të krijuar një klasë tjetër ose entrepreneur të rinj
botën e biznesit. Dhe në fakt edhe ne këtë synim kemi që të kemi entrepreneur të rinë si përmarrës rinë me ide të reja, domethënë këtë vend që ka zënë biznesmen si Zoti Mane, nuk është se është një vend që se ka pasur dikush, e ka pasur dhe kështu funksionon. Kështu që nuk është aq utopike të bëhesh njeri i fuqishëm në botën e biznesit, mjafton të kesh këmbgulje, dëshirë dhe mbi të gjitha ide që të jenë të realizueshme. Kështu që mos ri atje ulur në divan, po na shkruaj në Do You Have an Idea, sepse Do You Have an Idea do vazhdoj sezonet e tjera dhe ne sigurisht që do i bëjmë follow-up, do i ndjekim të gjitha idetë që do na paraqiten. Mirë, kalojmë tek zonja e vetme në panel. Është një kënaqësi që e kam sërish në Do You Have an Idea. Donika Mici, CEO në Donina dhe Mici SHBK. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë? Gati për gjysmën finale? Gjithmonë gati. Kalojmë tek antari i 4 i panelit, rikthehet sërish në këtë gjysmë finale, zonja e zotrin Artan Dulaku, themelues i Edil Group. Përshëndetje zoti Dulaku. Përshëndetje. Perceptimi nga e para, duke qenë se ishte për herë parë? Unë nga një kuriozitet, dua ta pyes zonjën Mici nëse është e vërtet që kush këbucari ngel pak puc. Si koncept, thuhet këbucari është pak puc. Është e vërtet. Po pse? Po ti shoh shtot mijat janë pishura ke maja. A është e vërtet zoti Dulaku që ndërtuesi ngel pa shtëpi? Është e vërtet. Ne bëjmë shaka nganjëherë dhe me besnikun. Kush ndërton pallate në fund ditës, i ngelen ndërtesat. Kush prodhon pucë në fund ditës, i ngelen pucët apo jo, në magazin. Kush punon në sistemin bankar në fund ditës, i ngelen parat. Prandaj bankierët. Kjo është Niku. Okej, e prezantove ti, zonja e zotrin Besnik Leskaj, themelues dhe partner në Upcom. Ti paka shumë e ke ndjekur gjithë rrugtimin, sepse ke qenë në të gjitha fazat e Do You Have an Idea, një konsulent shumë i mirë dhe për idetë tona. Po piqet si ide, sepse ne nisëm me skepticizëm, a do kemi, po si të duket, kemi brum për të pasur entrepreneur të rinj si çfarë zoti Mana? Në fakt kemi diskutuar që fillimisht dukej sikur interesi nuk ishte aty ku duhej, por seri mbas seri, puntat mbas puntate shohim që vinë gjithmonë e ide më të suksesshme dhe niveli është i jashtëzakonshëm. Nuk imagjinoj dot sezonin e dytë se si do jetë, po. Dhe në fakt jam shumë i lumtur se për hir të vërtetës në fillim kishim frikën a do kemi ide, po tani që ne jemi duke shkuar drejt fundit vinë ide pafund, por ju vazhdoni na i dërgoni sepse neve sigurisht do rikthehemi sërish. Mirë, tani pa humbur kohë fillojmë Do You Have an Idea zyrtarisht, puntatën e dytë, eliminatoren e dytë, le të themi, fillojmë me projektin e parë, ndjekim klipin për Ferma Amalthia. E thash mirë. Ejona Zaima, ndjekim klipin dhe presim konkurrenten këtu në studio. Në panajirin e ardhshëm, ju do keni një hapësirë ku të mund të vini të ekspozoni këto. Faleminderit. Ejona Zaimaj, si përmarrëse e fermës Amalthia, ka fituar një sfidë me veten dhe shoqërinë duke sjellë një model biznesi, njëkohësisht tradicional dhe modern, në harmoni të plot me natyrën. Pas prezantimit parë në Do You Have an Idea, ajo rrëmbeu premtimin për pjesëmarrje në panajirin Mediterranean Food and Drink Festival nga zoti Ylli Sula. Si kaluar? Faleminderit. Do doj që ta zyrtarizoja atë ofertë që bëra. Pra keni një pjesëmarrje në panajirin e specializuar që është Food and Drink Festival, i cili zhvillohet në muajin nëntor. Dhe kjo është një kontratë që ne përdorim për këtë panajir, nëpërmjet cilës doje që ta kishin të para prenotuar atë stendën që ne ofrojmë si Expo City për këtë panajir. Përpiqu ta shesësh suksesin që ke, se realisht të ke sukses. Normalisht edhe 70% që ka arrit planin e biznesit dhe kjo iniciativë që është bërë është e suksesshme, ke nga 2015 apo jo. Kështu që tregon që ti po operon me sukses, ke një background
që merresh që kaq vite me këtë punë, ke një vizion që e di nga 400 që kam tani do të çoj 1800, edhe di dhe rrugën. Vjen në Do You Have an Idea e Jona Zaimaj. Kujdes kësaj rave. Mos u rrezosh, si e Jona? Atëre prezantimin ti e di që duhet të shkurtër sepse e kemi dhe pastaj kalojmë tek pyetje përgjigje, dakor? Do t'ja shpërndash? Po. Ja shpërndaj unë, mos se patjetër, është një projekt i plan biznesit, ato çfarë unë kam bërë në 2016 dhe çfarë synoj deri në 2021. Ferma Amalthia, si që kam përmendur edhe më përpara, është krijuar në 2015, deri në janar të 2017 neve jemi marrë me konceptimin e këtij biznesi dhe se si do të heci përpara ky biznes. Tashmë kemi hyrë në prodhim, muajt e parë të këtij viti me disa lloj djathrash dhe jemi në zhvillim e sipër. Ideja pse unë jam këtu është për ngritjen e një laboratori të mirëfillt, i cili do na ndihmoj për të analizuar ushqimet që dhit përdorin dhe gjithashtu edhe cilësinë e qumshit që neve fusim në prodhim. Ngritja e një laboratori të tillë konsiston në uljen e kostove të vazhdueshme që neve kemi gjatë vitit. Këtu marrim parasysh që punojmë me dy palë, me dy zooteknik. Një asistent e marrim nga Italia, asistencën tjetër e marrim nga Serbia dhe bëhet kombinimi i të gjitha komponentëve dhe ingredientëve të ushqimit të dhis. Normalisht që produkti të dali bio nuk do të thotë që vetëm konservuesit që neve nuk i përdorim, por fillon nga aja, nga ushqimi që dhit han. Kështu që sfida jonë kryesore këto 2 vite, 2017 dhe 2018, është përmirësimi i këtij produkti, është përmirësimi i cilësisë dhe besueshmëria që neve do krijojmë me klientelët tanë, me klientët tanë. Kostot e laboratorit? Kostot e laboratorit janë me shifra konkrete, 2.500.000 lekë të reja, pajisje të cilat do të analizojnë jonxhën, barin dhe ushqimet e tjera të cilat neve i mbledhim nga fermerët vendas. Një kostoja aktuale për çdo ngarkesë, normalisht jonxhe, bari dhe ushqimet e tjera që neve mbledhim në Shqipëri, vetëm transferta e DHL-s shkon 80 euro në çdo ngarkesë që neve marrim. Llogarisim që është 5 herë në muaj vetëm dërgesat e DHL-s dhe analizave të tjera, pa koston e zooteknikëve që neve paguajmë në Itali që shkon diku te 500 euro. Kështu që pajisja me një laborator të thjeshtë, se sigurisht nuk pretendojmë që neve do ta kthejmë në fermën diçka të mirëfillt, do na reduktonte këto kostot, aq më tepër që unë pata fatin që të vizitoja dhe 2-3 gjatë kësaj periudhe që nga puntata e parë të vizitoja 2-3 firma në Itali dhe shpresoj të nisem edhe në Novi Sad që të marr precize ato çfarë unë kërkoj për fermën. Qëndrojmë te laboratori, mos të mbasim kohë, le të kalojmë tek paneli, po. Ajo çka doja të kuptoja është ky biznes që ju keni ngritur është pra ka përfunduar apo nga pikpamja ka një vizion tuaj në afat gjatë në çfarë do bëhet ky biznes mbas 5 vjetësh, çfarë do ishte ky biznes? Atëherë, ferma është konceptuar me një kapacitet për 1800 kokë dhish. Aktualisht neve operojmë me 400 kokë. Shfrytëzojmë më pak se sa 30% të kapacitetit, është 4.000 metra katror dhe normalisht hedhja në treg e produkteve të qumshit të dhis dhe nën produkteve të tjera nga qumshi i dhis. Maksimumi i kapacitetit të fermës dhe jetë 1.800 kokë. Juve do dilin në treg dhe do shisni produktet tuaja. Ky është, si më thënë, pjesa kryesore. Jemi gjanë në treg, jemi në treg, neve jemi në treg. Do bëheni më prezent në treg, do rrisni penetrimin tuaj në treg. Po. Do bëhemi më prezent në treg. Aktualisht... Po shikoj këtu agroturizm, dhe agroturizmi ka i cikë më shumë se sa
me shpërnda produkte? Agroturizmi normalisht do jetë thjesht një akses, në ferm ka ambiente të pashfrytzuara dhe pse jo, do më thënë, në këtë gjendje që neve jemi, vinë vizitorë të cilët blejnë produktet tona dhe vizitojnë fermën dhe kalojnë një kohë të këndshme me gjën e gjallë që neve kemi. Doja thjesht kuptoja... Jo, modeli biznesit është ferma. Objektivi është ferma. Pra, objektivi është ferma dhe prodhimi i produkteve dhe shqitja e tyre marketit. Ky cash flow projection që ashtu, i kujt është, i fermës? Po, i fermës. Sigurisht, dhe më thonë që kjo ka një sër pasqyrash nga mbrapa, është thjesht një përmbledhja. Ndërkohë që kërkeca jua është për laboratorin. Po, do më thonë, kjo mua do arinte, do më thonë, në qoftë se neve shofim... Me ato Italin që the dë lënë dhe që dhe me 2.5 milion që kronë, përsa i nëzirë laboratori? Laboratori, brënda një viti i gjysëm i nëzirë, do më thonë, returni, në ka shumë të shpejt. Pra, rreth 2 vjet, ju shpenzoni 2.5 milion lekë të reja për kostot e laboratorit dhe dëllën. Dhe po ta kishit aty do ishte... Do ishte më efikase. Ndërkohë që neve kemi dhe zooteknik shumë të mirë këtu në Shqipëri, dhe të jemi të detyruar të punojmë me jashtë për mungesën e pajisjeve. Kush janë produkte që do fusin në laborator, ato që merrin nga të tretët, jo në këto? Po, sigurisht. Produktet që neve marrim nga të tretët, pasi përbërja e proteinave dhe yndyrnave të cilët kanë produktet që neve marrim këtu në Shqipëri, është integral i dietës ushqimore që vazhdon. Dhe ato që ju furnizojnë janë relativisht jo të besueshëm, apo... Neve po mundohemi normalisht që të punojmë me fermerë të besueshëm, fermerë të cilët mundohen që të kenë një produkt të mirë. Megjithatë, risku gjithmonë qëndron. Dhe pyetja e fundit që kam, që ta nxjerrni këtë produkt e konsumatorit, pavarësisht se ju keni laboratorin tuaj, për konsumatorin ka një rëndësi certifikimi. Pra, pavarësisht ju thonin që ju kam laborator dhe kurseni kostot. Absolutisht do... Për konsumatorin përfundimtar, certifikimi është më i rëndësishëm. Pra, sigurisht. Do jetë ky laboratori, ka institucione këtu që certifikojnë laboratorin si të tillë që kur ta nxjerrin produktin në treg, të thonë që shiko, ne kemi një produkt të certifikuar me këto. Certifikimi do bëhet nga ana e të tretëve, por laboratori kryesisht do të thonë e keni vetëm për nevoja personale. Personale, certifikimi do bëhet gjithmonë nga ana e tretëve. Mi një kuriozitet, se merrni vite importi dhe nuk përdorni dhi vendas, edhe të ruash markën, po themi, autentike. Kemi dhit tona, kemi dhit e hasit, kemi dhe një pjesë, do më thënë kemi dhi spanjole, dhi alpine, kemi dhe dhit e hasit. Ajo është sfida që unë i kam hapur vetës pastaj në një të ardhme pas 5 vjetësh, ku të ngrihet një qëndër e mirëfillt, po punoj për ruajtjen e racës shqiptare. As produkt të themi autentik shqiptar, as përbërja dhe më thënë, produktet janë shqiptare, tërkoj që raca e dhis që do mbarshtrohet në ferm, në të ardhmen është një nga mendimet e mia kryesore që të mbarshtrohet dhia shqiptare, aq më tepër që me sa jam informuar së fundi dhia e hasit po markohet dhe po del në tregun e huaj me markën e vetë. Dhe sigurisht të janë projekte ku unë po shoh të bashkëpunoj me konsorcium në Bruxelles. Po kanë ato hapat e veta, nuk mund t'i bëj të gjitha njëherë. Jam i qartë. Pyetja e dytë që kisha është, keni bërë matematikën nëse të investim që po bëni në laborator, po ta investoni në rritjen e numrit dhive, mund të japim më shumë return se sa në laborator? Atëherë, për numrin e dhive, unë menduam që si vjetë neve do t'i shtonim numrin e dhive, por duke mos arritur atë cilësinë e duhur të ushqimit, atëherë e stopuam dhe në një të ardhme, sigurisht, brenda 6 mujorit të dytë, është edhe rritja e kapacitetit. Po mundohemi kryesisht me rritjen e kapacitetit gradual edhe me ftujat që neve kemi në ferm. Pra keni mënyre të ngushtë furnizimin me ushqimet? Është kryesor tashmë, është kryesor, pasi prodhimi ndikohet automatikisht. Shkurt fare, do të thënë rikthehem pikës parë që përmendi edhe Zamiri përsa i përket akreditimit laboratorit.
se vërtet ju i bëni analizat për përdorim personal, po mbase laboratorit do akredituar në mënyrë që t'jenë analizat e besueshme. Unë nuk përjashtoj analizat me laboratoret qeveritar që janë në Shqipëri. Më thënë analizat e ushqimit ose analizat e cilësisë të qumshit, absolutisht. Kjo është diçka për veten time individuale. Do të hanë ditë. Është individuale dhe më pas 30 sekonda. Ideja është që unë e kuptoj, ju doni që produkti të jetë bio, plotëson disa standarde dhe fillon që nga ushqimi i krerëve. Dhe ju kontrolloni nëse ushqimi i krerëve është bio apo jo, dhe në këtë mënyrë ju garantoni që po jepni ushqimin bio dhimbje. Pra është një filtr që ju vendos në midis furnitorëve tuaj dhe në çdo rast. Sigurisht, përveç analizave të mia, më falni, ju ndërpreva fjalën. Kam dhe emocione sot. Përveç analizave që do bëhen në fermë, sigurisht do me thënë do bashkëpunohet edhe me laboratorët si që është AKU-ja do certifikohet dhe nga endet lokale. Po këto kostot e përditshme ose të mujorshme që neve kemi për analizat, do me thënë reduktohen akoma më tepër. Atëre këshilla është, sepse duke qenë që këshilla ime në këtë rast ishte që gjithsesi ta akreditoni laboratorin, sepse nuk është produkti. Ja ta mbaroj se ju dëgjova. Sepse nuk është produkti juaj dhe nuk keni konflikt interesi, po thjesht po certifikoni produktin e furnitorit me lëndën e parë ushqimore. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë është që të dalim më qartë, nevoja që keni për financimin e laboratorit, në çfarë forme e kërkoni? Pra kërkoni një financim, kërkoni, do më thënë, kjo është shumë rëndësishme që ta kuptoj edhe pani. Një grant, kjo është ideja, po. Ma more idenë s'flasë. Donacion. Dhe e treta, lidhet me këtë që përmendi tani, ju keni bërë një investim fillestar goxhat madh për një kapacitet 1700 dhe po shfrytëzoni vetëm 30% të kapacitetit. Kam përshtypjen që kjo ju rëndon në në administrimin dhe menaxhimin e kompanisë, pasi ju mbuloni dhe kostot e një pjesë e cilën nuk e shfrytëzoni për prodhim. Sigurisht, por ju a thashë, deri në fund të 2017-ës pretendohet që ferma do arri të paktën pjesa e parë në 800 kokë. Formën e bashkëpunimit, se i kaluam gjitha minutazhet, se kemi dhe konkret tjerë. Do më thënë, donacion, hua, bashkëpronësi, përqindje në aksione, si? Ndoshta përqindje në aksione. Përqindje në aksione, okej. Me falë, ato i ka sjellë për neve. Po, ju i ka sjellë. Po, janë karemi mirë në fakt. Mirë, ke diçka për të? Pyetja që unë do të bëja, është kjo, ky produkt që juve prodhoni, është produkt për tregun e brendshëm, jo për eksport. Tashmë për tregun e brendshëm. Për momentin. Duam që të futemi në tregun e brendshëm dhe më pastaj eksporti i produkteve, i nën produkteve të qumshit, ka disa ngërçe në Shqipëri, kështu që duhet të kalojmë ato ngërçe dhe më pas të synojmë eksportin. Jo, ka disa ngërçe, po ka miliona ngërçe për të arritur për të eksportuar produktin tuaj. Qëllimi fillestar është Shqipëria. Qëllimi fillestar është Shqipëria. Sigurisht, dhe më pastaj pas hapi do synojmë edhe eksportin. Megjithatë janë shumë pak ferma të cilat janë po eksportojnë ose synojnë eksportin. Neve duhet të pranojmë dhe realitetin që Shqipëria ka shumë probleme me nën produktet e qumshin ose vetmishin. Ta mbyllim. Faleminderit, ishte Ejona. Kujdes mos pritesh se herën e parë na është vrarë. Mirë, to mund t'i degustojmë gjatë publicitetit, kalojmë tek projekti i dytë, ai është Olgier Telezi me My Pro Care. Ndjekim insertin. Olgier Telezi, projekti My Pro Care. Kalon në fazën tjetër apo jo? Kalon. Kalon. Nuk kalon. Nuk kalon. 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 Kalon me përpunime. Kalon me përpunime, okej. Projekti My Processor është një ide inovatore që lejon krijimin e një historiku mbi të dhënat shëndetësore nëpërmjet një byzylyku të thjeshtë. Ide kjo që i siguroi Olgertit pjesëmarrje në gjysmën finale. Çfarë mendoni juve që keni të veçantë nga konkurrentët? Për shembull, Apple Watch është në këtë drejtim.
të drejtuar dhe orientuar shumë tek pjesa e matjeve të drejtuesve fizik. Çfarë diferencë ka ky nga produktet të cilat po zhvillohen shumë në këtë drejtim? Orientimi kryesor i Apple-it në fakt është në këtë drejtim aktualisht. Sistemi jonë bën të mundur që në qase që një familjari im ka këtë pajisjen, ai vendos 2 apo 3 numra telefoni të kjo pajisje dhe në rast rreziku, sigurisht se mund të jetë një rënje me njerëz apo rrajet e zemrës kanë mbajtur tej normave të caktuara, personat në fjalë është ndërtuar një robot që të marrin telefonata automatike dhe më vonë të marrin edhe një mesazh që të tregoj location se ku janë. Sa të saktë janë këto matje? Parametrat rrajet e zemrës janë aq sakta sa 96%. 96%. Do të tregoj mangësitë që kishe. Ti ke shumë gjëra që thua. Ne kemi pajis, do na ditë su kuptua mirë, kemi pajisjen, kemi sistemin, kemi aplikacionin, kemi këtë, kemi atë, do thua shumë gjëra, por në fakt nuk tregon çfarë bëni core ju, thelbësore ju, që është sistemi. Ne do bëjmë një sistem, unë do e filloj kështu, ne do bëjmë një sistem, ose me një situatë konkrete, gjithë mund kemi të afërm që jetojnë vetëm ose gjatë kohës punës, që ne jemi në punë, kemi merak për ata. Dhe kjo shifër mund të jetë kaq të moshuar që jetojnë në Shqipëri, duke u bazuar nga një dhënë reale. Se gjithmonë fillon me një fakt. Faleminderit. Sukses. Mirupafshim. Mbaj edhe këtë. Okej. Se edhe ne merrem me zhvillim. Olger Telezi, My Pro Care. Hajde Olger. Okej. Në këtë fazë që jemi, çfarë do bëjmë më tej dhe pastaj pyetje përgjigje. Sukses. Okej, faleminderit. Përshëndetje, quhem Olger Telezi, jam 26 vjeç. Idenë time mbi projektin e shfaqja në fazën e parë. Gjithashtu, dash dhe disa ide për realizimin e këtij projekti. E kam zhvilluar më tej këtë projekt në fazën e dytë, të cilat do rendisi më poshtë. Gjithsecili mund të më pyesi, kush është e reja në këtë sistem? Pse po këmbgul kaq shumë? A mund të realizohet ky sistem? Si mund të realizohet? Pikpyetjet qëndrojnë, është e vështirë dhe unë vetë e di këtë gjë. Megjithatë në fundit, mendoj e gjithë përpjekjet mbar njerëzore, zhvillimi i vrrullshëm i ekonomisë, në kulturë, zhvillimet në teknikë dhe teknologji, do kishin shumë vlerë nëse ato serviren për njeriu, serviren për shëndetin e tij dhe për përmirësimin e jetës së tij. Kush është ideja e këtij projekti? Ideja e këtij projekti nuk është një pajisje teknologjike që i tregon pacientit gjendjen e tij shëndetësore, që i tregon se si dihet ai për momentin apo dhe alarmon atë për gjendjen e tij. Ideja e kësaj pajisje është që gjendja e këtij shëndetësore e këtij pacienti në mënyrë të njëhershme sinjalizon të afërm ose mjekun e tij. Ta kategorizojmë më në detaje. Kjo është pajisja e cila bën të mundur, pasi ka disa sensorë në brendësi dhe bën të mundur matjen e rrajeve të zemrës, bën të mundur numërimin e hapave, bën të mundur gjithashtu dhe jep alarme në rast të një rënje. Pra nëse një person ka një rënje të menjëhershme, kjo pajisje jep alarme. Gjithsecili mund thotë që kjo është një gjë që ekziston dhe unë jam shumë dakord. Ideja inovative e kësaj është sistemi. Është një sistem i cili ka paralelizohet në 2 qasje për klientin, për përdoruesin, është për aplikacioni web dhe aplikacioni mobile. Si funksionon? Kjo është sistemi, cilën ne kemi ndërtuar, dhe sistemi lidhet me pajisjen. Pra, sistemi nga pajisja me rrajet e zemrës, me numrin e hapave, dhe gjithashtu merr alarme nëse një person ka rënë në mënyrë të menjëhershme. E gjithë ideja e këtij sistemi është që ky panel monitorimi mund monitorohet nga familjarët. Pra, çdo familjar që mund të ketë dikë që jeton vetëm, që është moshë të madhe, mund të marrë këtë sistem dhe mund ta monitorojë në kohë reale. Pra, në çastin që unë shtyp për ditëso, për 1 minutë unë marr menjëherë rrajet e zemrës dhe shikoj se si një familjar im që është moshë të madhe jeton vetëm është në gjendje të mirë apo nuk është në gjendje të mirë. Gjithashtu është një sistem i cili ekzekutohet gjithmonë në background, pra do rri gjithmonë në hije, por çdo sekond jetës së tij ai do përkujdeset për përdoruesit e tij. Pra ky sistem çfarë bën? Po ta shikojmë te ky sistem, ne kemi dhe një ndërfaqe e cila bën të mundur personalizimin e këtij sistemi, My Pro Care, që të bëj sa më të mirë, My Pro Care të bëj sa më mirë detyrën e tij, duhet ta personalizosh sipas stilit tuaj të jetesës.
Pra, ne kemi disa mënyra alarmesh. Kemi një mënyrë alarmesh për rajet e zemrës, që mund të vihet nga një grup mjekësor në përgjithësi për gjithë njerëzit dhe për gjithë moshat. Pra, një grup mjekësor mund ta cilësoj 150 numrin e rajeve të zemrës, mund ta cilësoj problematike dhe kështu që ne mund të kërkojmë alarme. Përgjithsesi, ka dhe një fushë tjetër, e cila mund të personalizohet për shkak të stilit tënd jetesës. Pra, për ty 150 është normale. Okej, tani, kjo është pak a shumë funksionalitetet, çfarë kërkon ti për... Okej, e gjithë ideja është pak a shumë, deri tani që të arrijmë në këtë pikë, kemi marrë pajisjen, e kemi lidhur me sistemin, dhe pak a shumë kjo është një gjë e bërë gati. Shpenzimet e deri tanishme janë shumë pak, pasi janë marrë vetëm çështje testimesh pajisje, kanë vajtur diku ke 41.000 lekë të reja. Që kjo pajisje dalin treg çfarë duhet. Në radh parë, se dhe harrova ta përmend, komunikimi midis sistemit dhe pajisjes bëhet nëpërmjet protokolleve të mesazheve. Pra, në radh parë duhet një partneritet me një nga kompani telefonike, të cilat mund të japin për këtë sistem oferta speciale që ketë mundësi që numri mesazheve mos jetë i limitueshëm apo dhe numri internetit mos jetë i limitueshëm. Gjithsesi, në këtë partneritet është edhe shumë mirë edhe bashkëveprimi jo si një kompani dhe një klient, por dhe bashkëpunimi midis të dyja kompanive, sepse edhe për kompaninë telefonike do jetë shumë mirë që ta tregtoj këtë projekt, pasi ka dhe interesin e vet që mund të çes një numër telefoni. Gjithsesi që të krijojë sa më shumë abonentë të rinj. Një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme është partneriteti midis qendrave spitalore. Kjo do jetë jashtëzakonisht shumë e mirë edhe për sistemin, jo vetëm për pjesën e shitje, por edhe për sistemin. Do ta çonte sistemin në një sistem pejmase inteligjent dhe shumë parandalues. Se si mund të arrihet kjo gjë? Kjo gjë mund të arrihet shumë thjesht. Siç thash, sistemi bën të mundur përpunimin e dhënave, merr dhënat nga pajisja, shikon ato në kohë reale, mund t'i keni dhënat për 1 muaj, për 2 muaj, mund shkoni ke mjeku juaj dhe diskutoni sepse këto dhëna kanë qenë kështu. Dhe se si do ta sillte në një sistem shumë inteligjent dhe parandalues është kjo. Mund të marrim një përdorues i cili kontakton me doktorin e tij gjatë gjithë kohës. Dhe për 1 muaj parametrat e tij jetësor, për shembull rajet e zemrës kanë qenë 140, 145, shumë të larta mesatarisht. Dhe në çastin që doktori për 1 muaj analizon këto dhëna dhe tregon se çfarë ka pacienti, në çastin që ky i jep një feedback sistemit, ne e dim për një përdorues tjetër që kur këto dhëna janë 140, 145 për 1 muaj, ne mund t'i japim atij një paralajmërim që thëmi shikoj se gjendja juaj mund të sjellë këto gjëra. Ju lutem. Ti mund të flasësh gjithë natën, po pasionin tënd e kuptoj, është çike vështirë ti ndrysh gjatë e ka gjithë dëshirë. Konkluzioni, rezumeja, çfarë kërkon nga paneli dhe pse duhet kalosh fazën tjetër. Okej. Shkurt, lutem. Të filloj me pyetje për. Konkluzioni, çfarë duhet për ta bërë këtë ide realitet? Nga kjo fazë jemi për dalë tek markë. Që thash që duhet aplikacioni është drejt përfundimit dhe aplikacioni është siguruar nga vetë ne. Okej. Duhet partneritet me spitalet dhe me spitalet, me kompani telefonike, pse jo me kompanitë e sigurimeve? Po marketing? Jo, marketingu do të them dhe pjesën e marketingu. Marketingu është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Okej, s'ke thua më se e kalove kohë, kështu që tani filloj me pyetje. Okej, po mund të dali gjatë bisedës. Okej. Mund të edhe diçka të vogël për të gjë. Do ilustrosh? Po. Okej. Jo, nuk do ilustroj gjë, thjesht mund të shpjegoj diçka tjetër. Po shumën nuk na the shumën. Përdera? Shuma sa duhet. Shuma. Atë po mundojmë ti nxjerr, po s'ka. Okej, shuma është lidhet me këto pajisjet këtu, domethënë shuma nuk na duhet shumë për këtë pjesën që unë sapo ilustrova. Kjo është thjesht partneritet siç thash për pjesën e marketingut. Keni bërë tani don spitalet. Po, spitalet, marketing sepse mund të ketë edhe një shitje që mund të jetë tregu komercial, mund të jetë një dyqan. Për 400 pacient ti arrin në break even. Sa është investimi për të realizuar 400 pacient? Investimi për të realizuar 400 pacient, për të pasur 400, është vetëm investimi në pajisje. Pra, një pajisje është 4.500 lekë copa. Sa, pra, sa? Sa duhet shkoj diku ke 22 milion, besoj, se mbajmë është duhet jetë ke slajder tjetër, në qofë se regjia e qonë ke slajder tjetër. Jo, nuk është kjo, në fakt. Tjetra? Kjo është për të ardhmen. Se ku do të shkoj kjo? Tjetra, slajder tjetër. Shpenzime fikse, këto janë? Oke, kjo, po, këto janë shpenzimet fikse mujore. Kosto pajisje 45.000 lekë tjetra për njësi, çmimin treg do jetë 22.000 lekë të reja në vit për mirëmbajtje dhe për të arritur pikë do 400 klientë, e qartë, në rregull. Domethënë gjithsej për 400 klientë. Po mund të filloj me pyetjet. Gent, jo, s'është e detyrueshme të filloj me radhë. Nga që është Telekomi dhe mendoj që... problem. Edhe njerë, ajo mat hapat dhe transmeton. Mat hapat, transmeton. Rafjet e zemrës. Rafjet e zemrës. Edhe kur bie.
Po, dhe kur bie, gjithashtu, ka një alarm për njerëz rutin që marrin medikamente ditore, për shembull, që janë smur me... Notification, të njofton. Për shembull, e vendos që në orën 7 unë duhet marrë një medikament, në orën 1 duhet marrë një medikament tjetër. Të gjitha ato të tjerat bëhen nga aparatet që ne kemi dhe nuk besoj që do jetë në një... Ajo, kur bie, nuk e di... Pa, kjo shumë e qartë, për faktin e vetëm se do blihet një orë, do i vjet në dorë këtë që unë e kam, mat hapat, mat pulsin, mat gjumin, mat gjithë qka që... E reja është ke monitorimi që do të shohë Mund t'i bëj një pyetje. Kanë mundësi familjarët tuaj ta shikojnë gjendjen tënde? Një minutë, ja, këtë doja të thosha. Pjesa pozitive dhe që mua më duket shumë pozitive në këtë drejtim është që unë mund të kontrolloj nga puna prindrit e mi ose dikush tjetër mund të kontrolloj prindrit. Nuk di se sa do jetë eficiente. Jo, në fakt është, ideja është që mund të shikojnë për shumë rajet e zemrës janë bërë, pra ky ora është domasi... Domasi është mua. Jemi të bindur që ajo i madra dhe zemrës. Në fakt është funksionale, se e kemi testuar ne. Jo, është ideja që do i masim nga në distancë, nuk është ideja pajisja i mat vetë, nuk është se kam prodhuar unë pajisjen dhe nuk... është ideja që thjesht ai do i masin në distancë, pra unë jam afër turit tani, po mund të isha edhe në një qytet tjetër të Shqipërisë dhe mund të shikoja se si turi ka rajet e zemrës. Olger, dy pyetje kisha, domethënë pyetja e parë është që në raport me zhvillimet e reja në treg teknologjike, sepse tashmë flitet që do integrohet celularit e ora apo orat e celulare njërën tjetër, pra që mund t'ju nxjerrin jashtë tregut në një farë sensi. Çfarë mund na thuash e para dhe e dyta, pam kostot, po keni llogarit në një çmim shitje edhe domethënë strategjia se si funksionon? Për sa i përket asaj që thatë, është shumë e vërtetë, zhvillimet teknologjike po rriten jashtëzakonisht shumë, me hapa galopant, por e gjitha ajo ku do e dalim ne është ke sistemi, ke një ndërtim i një sistemi sa më inteligjent dhe sa më parandalus. Nuk ekziston ky sistem. Pra, ti mund të kesh një orë që mund t'i masit gjithë, ndoshta mund të kesh një pajisje që mund të masit më shumë se ç'mat pajisja ime. Po një sistem inteligjent që të jetë parandalues, pra kur në çastin që rajet e zemrës të një personi shkon më shumë se 150, ai ndihet shumë keq dhe nuk lajmëron dot dikë, në mënyrë automatike është ndërtuar një robot që bën telefonata te kontaktet e emergjencës. Pra, nëse te kontaktet e emergjencës është një numër spitali apo është numri i doktorit tip personal, apo është numri familjar të ta lajmërojnë në mënyrë direkte, dhe mbasi mbaron etapa e lajmërimit, atyre ju vjen një mesazh me location që ata ndodhen. Më fal, atëherë unë po e them ndryshe, sepse si thua ishte një pyetje pak ndihmëse. Ajo që jepni ju, ofroni ju është solution, nuk është pajisja. Është data. Po e them akumulimi dhe përdorimi i datës. Është përdorimi i dënave. Ato që ne kemi sot në përduar, zhvendosen gjitha të celulari, apo celulari zhvendoset këtu, ju nuk rrezikoni sepse ju jepni zgjidhjen. Po, ne japim zgjidhjen për një sistem i cili prandaj mos e vendosni, këshilla ime është mos e vendosni theksin te pajisja apo çmimi i pajisjes. Po nuk është tek problemi i pajisjes, gjithashtu te sistemi. Dhe 73 raja në minutë janë mirë? Mirë. Mirë. S'ka emocione. S'ka emocione. Po, nëse do e vë unë do të jeni ai 100 besoj. Okej, në rregull. Pyetja ta? Jo, ishte edhe një pyetje tjetër, më duket apo jo? Për çmimin. Jo, kaq. Po, çmimi, fal. Çmimi, siç e thash, 220.000 lekë për shërbim. 220.000 lekë për shërbim mirëmbajtje dhe orën pajisjen mund ta dëni. Jo, në vit. 220.000 lekë në vit dhe pajisjen do e merrni falas. Thjesht 220.000 lekë. Pajisja punon me numër telefoni, siç e thash, dhe komunikon gjatë gjithë kohës me mesazhe. Çdo gjë ndodh në background, pra personi vetvete nuk ka nevojë që të masi gjë sepse ndodh nga paneli i menaxhimit që familjari ose mjeku juaj do të kontrollojë. Kemi pyetje gjendë tanë të mbyllim? Është testuar? Është normalisht që është testuar. Me kompani telefonike, është me numër normalisht telefoni? Ora e ka një kartë, edhe testimi që bën me turin, domethënë është shumë real. Ideja është që dikush që ka merak për mua, mund të më ketë kudo dhe të shohë që unë kam 73 raje, dhe të më kontrolloj real time. Kjo është ideja. Po përditësimi është non-stop, 24 orë? Është 24 orë. Është ideja që është një software i cili ekzekutohet bergante që ti merr çdo gjysmore, po nëse ti do në momentin e saktë, i dua tash, mund t'i përditësosh. Është një kompani on world, e cila është kompania numër 1 për prodhimin e sensorëve, të aplikacioneve dhe të kësaj që ke bërë ti. Do të sugjeroja ta studiosh lart e poshtë e lart. E kuptoj. Gjëja tjetër është që duhet theksoj, se më thëmë ndoshta dhe për panelin, të ndërtosh një sistem end-to-end
pra nga fillimin fund, e thënë ndryshe, është një gjë shumë e vështirë dhe unë përgëzoj. Pra të përgëzoj që gjitha sensor ti i ke integruar ke sistemi yt, i cili në fund ditës është një ndërfaqe me këta sensor dhe jep mundësin çdo lloj palje ti të marri dhëna ti përpunoj etj. Tashin lidhe me përpunimin e dhënave dhe kujt i duhen këto, sugjerimi im është që ti duhet patjetër që business case-in, pra këtë biznesin tënd, duhet patjetër ta ndërtosh me një spital. Po, që thash dhe... Sepse në fund ditës këto dhëna përpunohen nga specialist, jo nga ty. Po, normalisht. Ti si je mjek, ti ka ndërtuar sistemin dhe specifikimet që ata u duan, ti do t'i marrësh dhe do t'i vendosësh në ndërfaqen tënde. Në këtë sens, unë mund të përshkak se kompania jonë ka një si motor që ka investuar në Shqipëri në spitale, pra unë do të të siguroj një akses të plot këtë CEO i kësaj kompanie, këti spitali privat, është nga më të mëdhenjtë sot dhe nga më me emër. Jo, thua emër, s'ka problem. Spitali Amerikan, mund ta thua Spitali Amerikan. Pra investitori që zotron kompaninë tonë, zotron dhe Spitalin Amerikan, dhe unë do mundohem, pra do të siguroj që paktën pjesa mjekësore aty të kuptoj qartë. Të paktën një takim për ta prezantuar idenë. Për ta prezantuar dhe promovuar. Sot është nga idetë më inovative në botë. Pra kompania On World sot është një kompani e cila projekton në planin 5 vjeçar disa bilion euro të ardhura. Dhe kuptohet që është një... Edhe Apple i po investon. Pra është një nga, po themi sot, wearables, pra pajisjet që vishen, janë sot trend, është nga trendet më të mëdhaja teknologjike sot në botë. Për të mos tonë pastaj dhe trendet tjera që lidhen, ku janë komandimet me valë të trurit dhe gjëra shumë specifike tepër high-tech, dhe e përgëzoj, kemi dhe student në universitet, e përgëzoj për ndërtimin e një sistemi të tillë. Në rregull, besoj që e mbyllëm. Jo, se ka mbyll akoma. Akoma, po, se i kalu minutat. Kam dhe të fundit, ne do t'i hostojmë për 3 vjetë aplikacionet e ti janë serverat tona, pra s'ka për të paguar për 3 vjetë kosto. Wow, një tjetër duar të rëkidje. Edhe ostimi servera me aq data sa ka i bje trafik i madh, që është një goxha dhurate. Mbyllë Gent, 2 lajme të mira, i dha me vështirësi, po i dha, tanë, kemi diçka të fundit? Okej, shumë faleminderit. Atë që kërkoje e more, një takim të rëndësishëm me një kompani Spitali Amerikan dhe me gjitha hostimin e të gjitha datave të tua. Ju falenderoj shumë. Okej, largohet Olger Telesi, My Pro Care, një teknologji në zhvillim siç është ajo e shëndetësisë, ku luan vërtet biliona dollar. Mirë, kalojmë tek projekti i radhës, një tjetër natyrë, kjo është e bukur, do you have an idea, që idetë janë të fushave të ndryshme. Artizanet e natyrës quhet projekti, ajo është Hajre Dervishi, ndjekim insertin. Hajre Dervishi, ti e ndihmove, kalon për ty? Kalon, patjetër. Kalon, po. Kalon, kujdes! Artizanët e natyrës është përgjigja më e mirë për të gjithë ata që janë pionierë të jetës së shëndetshme dhe respektit ndaj mjedisit. Mungesa e produkteve organike dhe artizanale shqiptare, por edhe në trend, ishin leje e kalimit të hajrës, së cilës ju prezantuar në mënyrë të menjëhershme, hapja e faqes web për reklamën e produkteve nga antari i juris, Gerti Boshnjaku. Përshëndetje Hajre, mirë se erdhe. Këto janë zyrat tona, zyrat e New Media Communications. Siç të tregova më përpara, prej 10 vitesh ne ofrojmë zgjidhje për zhvillimet online, ofrojmë platforma të cilat mundsojnë që të shiten produkte nga kudo që jeni në një treg global. Siç të premtova, ne do të marrim përsipër që zhvillojmë website-in tonë. Gjithashtu mendoj të shikojmë edhe pak pjesën e logos, brandit. Ky është hapi i parë, se mbasi të bëjmë zhvillimin e kësaj, ne mund të asistojmë edhe në marketingin e produkteve, që është pjesë e departamentit tonë marketing. Me një premtim në xhep dhe për hajren, ka ardhur koha e fazës së mentorimit dhe këshillave të fundit nga mentorët e përzgjedhur. Po unë dua duke filluar një adoleshant që tani të përdor një skrab natyral, të përdor një ai edukohet. Kam nevojë për dyqani, kam këto kosto, si do duhet përcatë kosto më për shembull edhe financimin do ta kesh
për sa kohë të duhet. Më marrë kohë më shumë. Tash dhe dyqan mund ta japë dikush. Po mirë, ke parasysh çdo kërkesë duhet japësh në gjë mbrapsht. Po pikërisht çfarë ti jam mbrapsht? Po ti për shkak mund të japësh produkte pala. Kërko thelbi një herë, dua këtë gjë. Kërko partnerin një herë, se partneri jep zgjidhje të gjitha. Është gjëja më e rëndësishme. Por, duke qenë se biznesi është i vogël, mund të jetë atraktiv edhe në kuadrin e pasionit, edhe për një që vjen nga fusha e marketingut, mund të të asistojë. Pasion ka të duash, energji ka. Mendoj që do t'ja dalësh shumë mirë, sikur që të partnerin që të ketë prakticitetin e dur edhe tash ti përpara. Okej? Faleminderit. Hajde Dervishi! Artizanet të natyrës. Përshëndetje Ajre. Përshëndetje. Atëre, Tonjusha e cila bën sapun vet, shampo, lavando, çfarë ato? Ato janë vera esencial. Vera esencial. Mirë, po ja çoj jurisun, ndërkohë që ti fillon, që ti shihni janë made in Albania dhe kjo është shumë interesante. Mund t'i shihni vet, merrini shpërndajeni, janë Po edhe mund t'i merrni, dhuratë keni. Ka të gjitha llojerave, ka dhe sapun, ka kremra, të gjitha made in Albania që janë shumë të shëndetshme. Okej, jepi, unë ta bëra pjarin. Faleminderit. Atëherë, Artizanet të natyrës është një biznes ekzistues prej 5 muajsh, që ka qëllim kryesor të ofroj produkte natyrale të rësisht shqiptare të prodhuara në mënyrë artizanale. Produktet kryesore janë ushqimore dhe kozmetike. Ushqimore do t'jenë një gamë e caktuar, e limituar, jo vetëm ato që përbëjnë tradit, ushqime tipike tradicionale të zonave shqiptare. Ndërsa kozmetike është ajo që unë duhet jap fokusin kryesor këtu, sepse duam të krijojmë një linjë shqiptare të këtyre produkteve. Themi shqiptare sepse do të përdorim çdo gjë që natyra jonë ofron, duke filluar nga vaji i ullirit, mjalti, vajra të ndryshme esencial, çaj, bimë të ndryshme medicinale, aromatike që ne jemi shumë të bekuar në këtë drejtim dhe duam të krijojmë një linjë shqiptare. Është menduar si një sipërmarrje e natyrës sociale sepse dëshiron të bashkëpunojë me biznese të vogla familjare në krahina të ndryshme të Shqipërisë, veçanërisht zonja. E theksoj këtë sepse si për produktet ushqimore do të jenë zonjat ato që do të krijojnë sepse ato i njohin traditat, ato zonjat atje në ato krahinat e thella e dinë dhe e mbajnë këtë traditë. Do të përpiqemi të jemi një pikë shitje për ato, t'i nxisim dhe inkurajojmë të krijojnë më shumë nga këto produkte. Dhe gjithashtu t'u japim një uri në fushën e produkte kozmetike. Ato mund të kenë vajin e ullirit vet, mund të kenë mjaltin, kanë një bimë në malin më të afërt, një çaj, një gjë. Dhe mendojmë që nga kjo pikpamje është një biznes është më shumë sipërmarrje sepse do një kohë si biznes, nuk është një gjë që ka një fitim të menjëhershëm. Si biznes tipike shqiptare, prandaj dhe ne dëshirojmë të bashkëpunojmë me gra në këtë drejtim, sepse ato janë që avash, hap pas hapi dhe duke inkurajuar një grua, ne inkurajojmë një familje, sepse ajo mund të krijojë kremin, ajo kujdeset për veten në këtë mënyrë, fillon të krijojë një produkt që jep vlerë asaj, vendit të saj, zonës së saj, po punson gjithashtu dhe familjen e saj, dikush mund të lë çajin, dikush dhe mund të organizohen me njëra tjetrën që të krijojnë sa më shumë produkte në këtë drejtim dhe ne do të jemi një pikë shitje për ato, por gjithashtu dhe inkurajim dhe bashkëpunim i vazhdueshëm, që të nxjerrim një produkt sa më cilësor për tregun shqiptar. Kërkesat unë i thash pak a shumë herë në kaluar të gjitha, sepse ky është biznes i vogël. Tani ajo kërkesa më e madhe dhe gjithçka për të bërë këtë biznes duhet shumë pasion në këtë drejtim dhe duhet të ndahet e njëjta ide. Nëse dikush ka këtë ide, një grua kudo në Shqipëri apo dikush nga Juria që ka këtë dëshirë, e përfaqëson këtë sepse në finale kjo gjë jep vlerë vendit tonë, kudo në botë duke krijuar një markë. Jep vlerë vendit tonë sepse gjendet një mundësi pune, pra ka vlera vendi jonë dhe fokusohet te këto vlera. Ka vlera bimore, domethënë nuk është një vend që s'ka potenciale, ka potenciale shumë të mira në këtë drejtim dhe është gjithë përfshirëse si sipërmarrje. Nëse dikush ka të njëjtën dëshirë të promovojë vendin në këtë drejtim, të krijojë këtë kulturë, të ndihmojë këto gratë, edhe janë një rrjedhë gjërat pozitive, le të bashkohet, sepse investimet nuk është se janë aq të mëdha, më shumë duhen dëshirë madhe dhe mbase për profesionin, për dyqanin do të na duhen një ndihmë sot paneli. Fillojmë me pyetjet. Tan? Çfarë kërkon? Ne jemi një biznes i krijuar, e kemi nisur këtë rrugë dhe do vazhdojmë. Këtu jemi për të promovuar dhe nëse dikush ka të njëjtën dëshirë me ne, mund të bashkëpunojmë në çdo lloj forme. Pra kërkoni nga ato gratë që duan të punojnë apo urdhroni? Çfarë kërkoni nga ato gratë që duan t'ju bashkojnë idesë tuaja apo? Jo, gratë jam unë duke i nxitur në fakt, kam identifikuar shumë pak gra që janë trajnuar sepse ka shoqata pa punë në këtë drejtim. Një partner i cili domethënë keni aq produkte sa për një dyqan?
Po, pa tjetër, sepse ne aktualisht po funksionojmë online. Kjo është gama produkteve që na treguat? Po, ato sapunët, për shumë, bëhen aktualisht nga disa gra. Bëjnë dhe një krem bazik. Janë ato mjaftueshëm për një dyqan? Pa tjetër, unë thash edhe ushqimore, nëse dhe gjuat. Shop prena i dyqanit tjetër. Atëherë dyqani do të ketë disa produkte ushqimore, që do t'jenë tipike të zonave. Cilat nuk janë akoma për momentin? Jo, janë të gjitha. Trahanaja është, do gjejmë trahanan më të mirë të asaj zone, do gjejmë ngjyra tipike që flasin për vendin tonë. Dhe shumë të tjera, çajra, bim medicinale, vajra esencial që janë për shëndetin dhe për kozmetikën dhe së brendshme dhe së jashtme. Pra këto do të jenë një kënd. Por ajo që ne duam të investojmë dhe përbën diferencë, sepse këto dyqane mbase mund të gjenden në një formë. Kjo do të jetë si një dyqan, si një sepete i gjyshes ku gjenden të gjitha nga pak. Dhe këto produkte janë, ne mund të vazhdojmë biznesin dhe me këto, por kemi këtë qëllim, të krijojmë të linjë kozmetike shqiptare. Isha një pyetje për ta definuar më mirë biznesin tuaj, sepse natyrisht iniciativa është lavdërueshme, po për ta definuar më mirë ku poziciononi, pra prodhoni produkte artizanale, jeni shpërndarës me shumicë, apo jeni vetë shitja me pakicë? Nuk mund të jemi. Me shumicë nuk është asgjë, dhe kjo duhet thonë, sepse dyqani janë prandaj dhe unë nuk mund të them për fitime të papara, apo fitime shumë të lartë. Kur them shumicë në sensin që jeni distributori që mblidhni produktin nga prodhues tjerë, apo e prodhoni vetë produktin? Ka disa forma bashkëpunimesh. Kemi identifikuar ka shumë gjëra në treg edhe... Si veproni tani si veproni? Aktualisht, atëherë. Për vajrat esencial, për shembull, që unë do të përdor, unë kam gjetur 2 më të mirët në Shqipëri që s'kanë qëllim fare ta shesin në Shqipëri, ato të gjitha eksportojnë jashtë. Ju kam kërkuar nëse mundet, sepse ato kanë të cilësi shumë të lartë, sepse janë certifikuar gjitha. Që ato të na ndihmojnë me këto vajra esencial që të pasurojmë kremin ton. Pra dikush ka vajin ylli dylli bletës dhe i kanë ndërlidhur këto marrëdhënie. Te furnitorët e çara kam identifikuar ato që kanë cilësinë më të mirë në treg. Pra çajrat ku ishin tani produktet? Aktualisht online. Vetëm online jemi kemi një buxhet për dyqanin, mirëpo dhe mobilimi, duke qenë se është një dyqan tërësisht, ka do kushte të caktuara higjienike, kështu do një investim shumë të mirë. Pra, ajo që kërkoni është dyqani apo jo? Po. Dhe investimi për arredimin e dyqanit. E thamë herën e kaluar, prandaj se konsumova, po është. Se unë se ka parë në kaluar. Herën e kaluar, por duhet të thuash nga e para të gjitha. Okej, dyqani është një, domethënë kemi një fond për qiranin e dyqanit 6 muaj, po sepse shohim në zonat ku ne duam, kemi identifikuar ca zona që nuk janë edhe shumë qendër. Po Shumë të tegu të ishte shumë mirë dyqani. Shumë mirë. Ne kemi pyetur të tegu dikur në 10 orë, sepse jemi regjistruar si biznes në 10 orë. Ju e kuptoni që ky është produkt nishe, nuk është produkt konsumit të gjerë, në kuptimin. Përjedhoj, nuk është se ju bazoni aktivitetin tuaj ndaj shitjes të konsumatorit që kalon përballë dyqanit. Unë mendoj që strategjia juaj duhet të jetë në radhë parë të sqaroni veten ku do të vendosin. Do vendosini te prodhuesi, do vendosini ke ambalazhuesi, do vendosini ajo që tha dhe Besniku. Ne në biznes planin ton? Sepse është e rëndësishme të kuptosh ku je. Patjetër. Dyta pastaj do t'i mshoja fort pjesës online të shitjes, sepse siç e thash, besoj që është produkt relativisht i niches dhe për më tepër kam bindjen që është abuzuar dhe është pak e implementuar edhe shpreha bio. Për fat keq në Shqipëri asnjë nga autoritetet nuk mund garantoj sot pjesën bio. Përjedhoj, ndoshta do t'ju duhet ju të shërbeni si kavje për produktin tuaj në fund ditës. Atëherë, nëse ju keni parë biznes planin ton që shkruar që në tetor, nuk është bërë, është parashikuar gjithçka, studiuar tregu, është e vërtet kjo që thoni se kanë para 5 vjetësh kur ne kisha si ide kishte shumë pak dyqane dhe të paktën vërtet kishte produktet huaja, po ishin vërtet natyrale. Nëse vini re unë s'përmend asnjëherë fjalën bio, thash natyrale. Tërësisht natyrale shqiptare, nga malet, një produkt nëse është në mal, një çaj është më natyrali dhe më bio i mund. Kur të jesh gati për 6 muaj, për një vit do ta krijojmë ne mundësinë në një nga qendrat tona tregtare për të vendosur produktin tuaj. Është gati. Por është sfidë sepse është shumë. Një hapësirë tregtimi, se dyqan ndoshta ti kështu, ka nevojë edhe për produkte dhe për shërbim dhe kur t'jeni gati, ne do t'ju suportojmë. Po për shumë vaju lirit shqiptar, ka kompani të certifikuara cilësi, jemi gati, po. Madje tani që kemi dhe logon, dëshiroj ta falenderoj publikisht Gertin, se na ka krijuar një logo fantastike. Okej. Jemi shumë më të inkurajuar. Jemi shumë të mbështetur.
kur t'jeni gati, 6 muajt e keni dyqanin. Ka nevojë fare një dyqan, ato korridoret e Koridoret në qendra tregtare. Po jo, do dhe gjen, do të krijosh atë produktin, ai bëhet artizanal, disa produkte do t'i marrë do ta krijosh në dyqan produktin. Ne edhe herën e kaluar e kemi thënë, domethënë që do të krijojmë një punishtë. Unë aktualisht bashkëpunoj me këto gra, duke qenë se linja do të përpunohet. Do të krijojmë 5 gra, do t'i trajnojmë në Shqipëri dhe do prodhojnë këto produkte. Ta shofi konsumatori. Jo vetëm për të shohur parë, se ky produkt është handmade, është i gjithë me dorë, nuk bëhet me industri. Pra ti do ta bësh aty në një vend të dyqan me porosi, sepse është produkt tërësisht natyral, nuk mund të ketë rezistoj shumë gjatë. Që ti ruhet efikasiteti maksimal duhet prodhuar në kohë, 2 ditë. Prandaj dhe ne s'kemi shumë produkte nga këto kozmetike, sepse çdo gjë me porosi, përveç sapunit që reziston. Mirë po, unë e kam menduar kështu, po është dhe vështirë të kontrollosh procesin me këto gra dhe mendova që në fillim të krijoj këtë skuadrën. Të trajnojmë mirë ato gra dhe në vijim përcjellim një urinë te dikush që ne shohim njëri me integritet, që ka vlera, që dëshiron këtë punë dhe ta inkurajojmë në këtë talent, shkojmë atje dhe e mësojmë. Dhe ajo ka vajin aty, dyllin aty, e pajisim me ca gjëra dhe krijon ajo. Në mënyrë krijohet një grua biznesmen. Hapësirën e tregtimit, advertising në revistën Living, edhe ndoshta edhe në paketën Tring për 6 muaj do të mbështesim. Faleminderit shumë. E po, s'kemi që themi. Po një pronari se do t'i garantoni me ne. Barove, ishte një kënaqësi që prezantuan projektin e tretë që ishte Hajre Dervishi që mori dyqanin, sajtin e internetit e realizuam në puntatën e kaluar, gjithashtu edhe support mediatik dhe advertising reklamim në revistën Living dhe platformën Tring. Mirë, ne ndjekim pak fare publicitet dhe rikthehemi për të ndjekur 4 projektet e tjera në këtë fazë të dytë eliminatore. Koha është Flori dhe Aurela Sani e di mirë këtë sepse Urban Line është aplikacioni pilot në qytetin e Shkodrës, i cili shkurton kohën e pritjes së autobusit. Sikurse konkurrentët e tjerë, edhe Aureli këshillohet me Artën, Gertin dhe Gladiolën për të dëgjuar këshillat e fundit përpara fazës tjetër të konkurimit. Modelin e biznesit rimendoj edhe një herë. Mund të jetë kjo që Shkodra mund të jetë modeli pilot, se është vendi lindjes, suport i bashkisë, po në vendet të tjera, nëse bashkia do vish në Tiranë. Bashkia mund të japë suport për mirëmbajtjen ose për të lidhur me firmat, se edhe bashkia nuk e bën vetë. E bën firmat e tjera. Firmat e tjera dhe mund të pagojnë. Është një shërbim që i vlen shumë bashkisë. Po. Dhe bashkia mund të subvencionojë vitin e parë, vitin e dytë, po ama vitin e tretë i thotë firma ky aplikacion, po ju rrit nga kaq përdorus prioritar, kështu që ju duhet paguani fi vjeçare. Kështu që realisht të konsiderojë dhe prezantoje. Dhe mos u intimido të kontaktosh edhe bashkitë e tjera, se do surprizohesh, ndoshta edhe do të presin, kështu që mos mendo që ka qenë nga Shkodra, në Shkodrë në gjejmë më tipër komoditet si një, po të nga anët të tjera nuk do të mirëpresin, se dyshoj shumë do të mirëpresin. Dhe nuk më mundesh që një bashkim me një aplikacion, një bashkim me një aplikacion tjetër. Po e fillove të i parë gjithë bashkitë do jenë një aplikacion. Se strukturën teknologjike pas kemi infrastrukturën menduar në detaj. Po, është nga tash, nga që kemi vend të punë, kam zirë support edhe nuk është të madhe 4 vete, po janë darë shumë frendë. Lutem, besit. Aurela Sani, projekti Urban Line, djali nga Shkodra, hajde, i cili vjen me një ide për të modernizuar sistemin e autobusve. Jepi. Mbrëma, unë jam Aurela Sani, vi nga Shkodra. Atëherë, ideja ime quhet Urban Line. Urban Line është një aplikacion i cili ka të bëjë me automatizimin e rrjetit transportit publik, qytetas dhe ndërqytetas. Atëherë, si funksionon Urban Line? Urban Line është një aplikacion informues i cili informon me një kohë gabimi me një minimum gabim për 1 minutë. Atëherë, ti mjafton vetëm kemi shumë persona që lëvizin nga qyteti në qytet dhe bën arrit të qytetit, nuk është se dinë të zgjedhin mirë stacionet, linjat që duhet të lëvizin të paktën, për shembull përmendim Tiranën që ka një rrjet shumë të madh të transportit publik. Dhe ky mjafton që të zgjedhësh me Urban Line, mjafton që të zgjedhësh vetëm destinacionin ku do shkosh dhe ofron linjën që do marrësh dhe kohën sa duhet autobusi të vijë në stacionin më të afërt në lidhje me ty. Domethënë të mirë informon mbi linjën, stacionin që do marrësh dhe kohën që vjen autobusi. Domethënë është një aplikacion i cili eviton pritjen në stacionin në stacion.
mund të kesh, mund dalësh dje nga puna duke llogaritur kohën tënde kur vjen autobusi dhe del dje nga puna në orar s'ke nevojë që të preset, domethënë shpang pritjen. Atëherë risi që ka Urban Line janë oraret e mirë organizuara të cilat mund të planifikosh udhëtimin tënd. Ju lejon të planifikoni udhëtimin tuaj paraprakisht, shmang kohën e pritjes në stacion dhe raporton një ndryshim një ndryshim të stacioni ose devijim të rrugës, siç ndodh shpesh në Shqipëri. Është një ide e thjeshtë, e cila ju në veritet është një nevojë më shumë, e cila ju në veritet pjesës më të madhe popullsisë, pasi në Shqipëri lëvizet një pjesë e madhe popullsisë me këtë sistem, mbi 70.000 vetë në ditë. Për t'i bërë rezumen, Urban Line është një aplikacion i cili ty t'jep mundësinë për të kontrolluar real time dhe për të zgjedhur linjën më të mirë që ti duhet marrësh për të arritur në destinacion. Dhe të thotë edhe ku është autobusi që ti përpret, sa larg dhe me gjithë marrësh gabimi 1 minutë, kur do vi ai në stacionin për katës që të t'japi kohë për të bërë veprimet që do të bësh. Dhe çfarë kërkon? Po, atëherë që nga faza e parë që kemi bërë këtu, domethënë ka një ndryshim. Ne kemi marrë mbështetjen e bashkisë në Shkodër për ta implementuar këtë sa më shpejt. Dhe data e afërt do të jetë në gjysmën muajin e ardhshëm. Për këtë domethënë kemi bërë një plan biznesi i llogaritur në 3 muaj. Atëherë kemi kosto 3 muajore plus startupin e kësaj. Kosto fillestare është server online, i cili është për arsye sigurie, është online, që ka $300 për 3 muaj. Atëherë kemi 21 pajisje GPS, kjo është e llogaritur gjitha mbi Shkodrën, si fillimisht mbi Shkodrën, nga që e kemi marrë për ta implementuar. Kemi 21 pajisje GPS, të cilat përmbajnë dhe GPS, që duhet mbledhen karta SIM nga një kompani telefonike, të cilat kemi marrë 18 nga karta SIM, me një shumë totali $180. Atëherë kemi marketingu nga që duhen ato karta telefonike? Karta telefonike, atëherë GPS-i është ideja sepse duhet jetë, kjo aplikacion është në real time dhe gjitha dhënat merren në kohë reale dhe transportohen sa herë ndryshon shpejtësia e autobusit merren nga GPS-i në kohë reale. Autobusat. Po, është sepse merr në kohë reale gjitha dhënat dhe i implementohen në autobus. Po, nëse ka një ndryshim shpejtësie ose një ndalesë, kjo llogarit në kohë reale. Dhe kemi 18 karta SIM, të cilat kushtojnë $180. Marketingu është i bazuar në dy mënyra. Atëherë marketingu para është për shtimin e userëve, është një buxhet i vogël, i cili për arsye nga që është e nevojshme do të ketë një shkarkim masiv dhe është një buxhet $5 dita. Për 3 muaj është në parë që do jetë $5 dita. Kemi marketing për shtimin e bizneseve dhe çka është më kryesore, e cila do të sjellë edhe fitimin. I cili është një marketing për një fazë 3 muajore është $1.440. Bizneset do reklamojnë brenda aplikacionit. Po, brenda aplikacionit. Do shohim edhe tek prezantimi i aplikacionit, të cilën me totali kosto praktikisht kërkon 5.500.000 lekë vjetra. Po, është vetëm për Shkodrën. Po, vetëm për Shkodrën, e cila është përfaqëson vetëm 7.2% të gjithë rrjetit të transportit në Shqipëri. I bën se për gjithë Shqipërinë, ne pretendojmë që bën aktivitet të kapin edhe 5 qytete tjera, i cili i bën 70.000 uzera në ditë. Sepse janë edhe 5 qytete më të mëdha në Shqipëri që përdorin të rrjet, duke llogaritur një kosto totale e cila i bën $35.000. Ose përkthyer në lekë për gjithë Shqipërinë. Po, për gjithë Shqipërinë. Për të siguruar 70.000 uzera. Po, jo, jemi 70.000 uzera që përdorin dhe kjo kosto për të arritur kaq uzera bashkë me pajisjet. Po, për të arritur këtë përdorim për gjithë Shqipërinë. Besoj jemi të qartë, mjafton. Mirë, filloj. Aurel, përgëzime, gjë shumë e mirë, më thënë drejtën. Faleminderit. Ideja është... Shiko, t'japim një duar tërkitje se është djersitur i shkreti. Nuk e keni iden se ju nuk e kuptoni, po emocionin që kanë ata t'jen përballë një paneli ka që të cishëm dhe televizion për gjitha. Nuk, jam i sigur që do funksionoj, do kone vetë, ca sugjerime e para njëra ata që udhtojnë ato jo do mërzdoshmërisht kanë smartphone që të... Kjo është një nga ato gjëra që duhet pa, po me kohën do vi, jam i sigur që gjithmonë e më shumë njerëz do kenë smartphone që të downloadojnë aplikacionin që ti ke bërë. E dyta, një ide biznesi është që ata të autobusave me sigurisht kanë vetë GPS, por edhe sikur mos i kenë, bashkitë janë të interesuara që ata t'i kenë të detyrueshme dhe ndoshta i ndihmoni dhe Tirana i ka. Juni ka vendosur bashkia për të monitoruar. Jam sigur dhe të tjerat i kanë, do t'i vendosin, po dhe linjat interurbane, kështu që kostot në atë drejtim mund t'i zvogloni. Unë besoj që do funksionoj, natyrisht do kohën e vetë, po besoj që do funksionoj. Faleminderit. Të uroj gjithë mirët. Faleminderit. Edhe unë do të thoshja, do t'a komplementoja djalin, shumë i ri me ide shumë të qarta dhe me
Mendoj që do të ketë shumë sukses në... Ke pa konflikt interesi. Se? Po punëtorët e mi din kur arrin autobusi dhe vinë në kokë në punë. Nëse nuk e din kur vinë autobusi, do ecin më shumë, do konsumojnë më shumë këpucë. Këtë nuk e mendova orën 7 të mëngjesit që më intereson më shumë. Ke shumë të drejtë. Tanë? Unë e përgëzoj absolutisht ide e mirë, ndoshta duhet se sa do që të afroj qyteti Shkodrës për këtë ide është pak e ngushtë, ndoshta duhet të shikoj të adoptoj për qytetin e Tiranës. Të sugjeroj që ndoshta të bashkëpunosh edhe me aplikacionet e tjera të ngjashme, pa dashur t'i bëj nëse më lejo të bëj reklam. Po mund t'i bësh këtë. Është një aplikacion tjetër që quhet Babun në Tiranë që të adreson tek shërbimet të tjera të ngjashme dhe nuk është e nevojshme që domethënë të krijosh nga hiç ti këtë gjë, po mund t'i ta shohësh aty. Unë do marr përsipër të bëj këtë matching të ideve. Ata janë një grup shumë dinamik, shumë të talentuar, me sa shoh edhe ti ke këto veti dhe ndoshta nganjëherë introduksioni mund të sjellë ndërsi. Unë isha ke prezantimi i herës kaluar. Nuk kam pyetje sepse është e qartë për mua, shumë i qartë. Unë kam disa sugjerime, po nuk duhem pa me syrin për që ti t'i adresosh dhe duhet t'i adresosh se janë të rëndësishme. Gjë e parë është monetizimi, se ti në fund ditës po ndërton një aplikacion. Si do ta monetizosh ti këtë shërbim? Dhe normalisht në përbot, pra duke parë tashmë eksperiencën botërore, monetizimi është në tabelat që ndodhen në stacione. Pra momenti kryesor i monetizimit është aty. Pastaj pjesa online, pjesa tjetër, për mua ka pikpyetje të mëdha. Pra ka pikpyetje që sa lek do gjenerosh ti dhe kush janë këta që do paguajnë 50.000 lekë, se unë jam në treg dhe nuk paguajnë për shërbime shumë më të rëndësishme se ky. Nuk i paguajnë 50.000 lekë. Pra kam pikpyetje. Shiko, nuk ka nevojë, thjesht unë po i ngre që ti konsiderosh se janë është në fund ditës... Po patë 70.000 user, a thot? Nëse kemi 70.000 user... Po hajde bëj ata. Se ku është diskutimi. E diçka e nevojshme shumë. Dhe mendoj se teorikisht dakord, po hajde bëj 70.000. Dhe çfarë incentive kanë ata që të bëhen? Dhe t'jenë aktivesh pak vështirë. Prandaj, pra monetizimi është i rëndësishëm sepse ky është një sistem që duhet parë me disa elementë. Ti je një nga ata elementët. Për të caktuar sa e ke peshën ti në gjithë të sistem. Sa është pesha? Unë, si e shoh unë, është peshë vogël. Në këtë peshë vogël, nëse një kompani që merret me marketing dhe do fusi dhe këtë aplikacionin tënd, nuk do të t'japi gjithë fitimet e veta, do të t'japi një pjesë. Dhe në fund ditës, sugjerimi im është që të lidhesh me këto kompani. Pra kompanitë që kanë city light, kompanitë që vendosin tabela, ata e kanë relacionin me bashkinë, ata kanë, në fund ditës kanë monopolin për t'i vendosur ato. Dhe ai është vendi ku njerëzit do të shohin. Do shohin kur vjen autobusi, kur vjen furgoni, kur ku dëgjojmë se çfarë. Pse ai po rrit ke stacioni, ai është interesuar për produktin tënd. Pra për informacionin që jep ti, ai është interesuar. Ai tjetri me iPad, me iPhone, ditën që ka iPad dhe iPhone dorë, ai vëlla ka makinë, ka taksi. Jo, nuk do thotë domethënë se kam 2000 punëtorë të gjithë janë me iPhone. Të nuk mund ta themi. Po qenë gjithë me iPhone, i bie Shqipëria Amerikë pa të bënë. Jo, shqiptari ri pa një gjë për telefonin. Është vërtet që tendon të jetë ekstremist konsumatori shqiptar, edhe do më të mirën, më të këtu jam dakord me Donin. Çështja tjetër është që software-et të tilla, aplikacione të tilla ekzistojnë. Po jo nëse do ketë vërtet nevojë për diçka të tillë, një kompani marketingu e investon vetë, se do ta marrë këtu. Po, për disa nuk ka investuar akoma dhe nuk është shfaqur ide akoma. Pa dyshim që duhet më mbështetet, si gjëse se ka investuar, ideja është e jotja, inshallah po bëhet. Prandaj them që kërkon, meqense ke iden, ti je në avantazh, nuk i ka shkuar kujt mendja, dhe partnerët e tu kryesor janë kompanitë e marketingut. Ato monetizojnë, ato mbledhin lek. Ato shkojnë në për kompani si unë, këtë gjithë dhe thonë,
unë do të nxjerr ty ke këto billboardet, do të nxjerr billboardin elektronik ku dalin gjithë, po themi oraret, dalin gjitha informacionet plus edhe në që i jep ti. Dhe kuptohet një pjesë asaj do të ta japin ty. Po gjasat janë që ato e kanë tregun. Po. Edhe një gjë, nga që udhtoj shpesh me Urban, kam konstatuar që autobusit kur vinë rrotull, ka një person që ri fix dhe bën check. Kjo parasysh. Të gjithë sistemet, të gjithë linjat urbane të janë, të gjithë kanë njerëz fizik që rinë aty dhe bëjnë check. Erdhi, kaloi, shef orën, regjistron. Filloi punën për ta monetizuar nga ata që ofrojnë shërbimin urban, duke thënë, ja u heq unë këtë individ që bën checkun, ja u bëj unë elektronikisht. Shkurt, pa partner nuk bëhet kjo punë. Po, edhe, do të thëmë, pa përsërit kolegët, ka pak nevojë të pjesa komerciale, të pjesa e modelit biznesit, ka nevojë që definohet më mirë, edhe të shërbimet që ofrohen, duke patur parasysh të ardhmen e sektorit të transportit. Ne dim tendenca në gjithë Evropën është drejt transportit publik, për shumë arsye, po duke pa dhe risit e reja teknologjike që po hynë, jo nuk po arrin në nivellet e makinave pa shofer, po të pak të në taksit e këto, duhet parë pak në këtë sens për integrim të shërbime. A i prandaj ka ardhë, s'ka ardhë për 550.000 lek të reja, besoj që ka ardhë për një partneritet. Po të bëshim një investim në gjithë Shqipërinë, bje që t'ishtë mbi $20.000, si fa start-upi vetëm me aplikacionin. Për ta nisur në Shkodër, me aftojnë për 550.000 lek të reja. Agent. Për një vit serverin e ke falas në serverat tanë. Pra ke një vit server dedikuar. Do e kesh serveri falas. Oke, 1.200 euro i pide. Po t'japim men, se ky është moment edhe ne gjithë po t'japim men, por ty duhet i gjo konkrete. Dhe ato që të thamë, mos i merë si diçka negative. Mos u trëmë. Ne i marim për të dhënë zemër, për të dhënë zemër, ata aplikacionin tëndë, ne do të t'japim një vit pa pagesë, server të dedikuar për ta hostuar dhe për ta... Okej, nuk është pak. Server është rëndësishëm për një aplikacion. Mirë, mund të largohesh. Ishte Aurel Hasani, Urban Line. Kalojmë te një projekt tjetër, një projekt ambicios, një projekt i madh, një projekt i cili ka fituar për të vërtetës çmime jashtë dhe ka ardhur në Do You Have an Idea për të provuar vetë edhe në terrenin shqiptar. Është Albanian Adventure Resort. Blerina Ago, ndjekim insertin. Albanian Adventure Resort, AR, Blerina Ago. Për mua pasioni është gjithmonë fitus. Kalon. Fiton, po kalon. Nuk kalon. Si. Kalon? Kalon. Kalon. Blerina Ago, kalon. Blerina Ago është shembulli më i mirë që tregon se sportet ekstreme nuk u përkasin vetëm burrave. Përkundërsi, ato mund të transformohen nga një pasion i fuqishëm në një sipërmarrje të suksesshme. Këshillot e mentorëve janë mbështetja e fundit për Blerinën, e cila konkuron në gjysmë finale me një projekt të plot dhe potencial përfitore. Kemi menduar të bëjmë diçka më të madhe, që të keni impakt edhe më të lartë në komunitet, por gjithashtu të rrisë kryesisht punësimin e grave dhe të rinjve. Çfarë është ajo që ju kërkoni aktualisht? Ne na pëlqen të ndërrojmë shumë dhe të punojmë shumë paralelisht, kështu që na pëlqen që të jemi vizionar në këtë projekt dhe kemi menduar Shqipërinë si një shtet i cili do bazohet tek turizmi në të ardhmen. Prandaj është edhe një projekt ambicioz dhe prandaj synimi është që të jetë nga top qendrat e turizmit të aventurë në Ballkan. Ekspertët e huaj thanë ju nëse zhvilloheni sipas këtij koncepti do jeni nga top qendrat e aventurës në Europë. Tisha unë për ta promotuar si një projekt shumë të madh, ose kam parë biznes plan, se kam shumë. Të gjithë nuk do e kenë lexuar aty, se të gjithë po dëgjojnë për herë të parë ose për herë të dytë. Isha me një kështu, një grafik të thjeshtë. Sa vjet kemi që punojmë në këtë pjesë? Nga viti deri tani kemi 15 vjet eksperiencë, kemi arritur që në saj të rafting, saj aktivitetet tona të mbledhin kaq shumë turistë në zonë. Vitin 2017 kemi arritur 5000. Me këtë projekt synojmë pas 3 vjetësh që do fillojë të kthejë. Të arrim vitin 2020 25.000,
siç mundi keni planifikimet, dhe pas 10 vjetësh, nëse ke një projekcion të tillë, do arrim kaq mirë. Dhe ti do shesësh këtë vizion. Lorina, unë jam përsëri konfuze që çka kërkon juve, sepse për domethënë shikoj tek biznes plani që keni identifikuar 3 grupe kryesore partnerësh, që është njëri është qeveria shqiptare dhe ARZ-ja, është shoqata e turizmit në grupin e konstruktorëve të 2 universitetet, në grupin e tretë janë donator, më së shumti. Mirë po, kjo është një lloj investimi kaq i madh që këto 3 grupe mund të ishin suportues, por jo partner per se. Sa është vlera totale e kësaj faze? 1 milion euro. Blerina Ago, Albanian Adventure Resort, AAR. Përshëndetje Blerin. Njep mua, këto se i shpërndaj unë, që ti të përqëndrohesh të... Më mbrëma të gjithve. Prit, mos fillo, që ja shpërndaj mjerë. Okej. Zoti Daci, Zoti Mane, Zonja Mici, Zoti Dulaku, Zoti Leskaj. është një kënaqësi që jam para jush në këtë fazë gjysmë finale. Së bashku me skuadrën ne kemi përgatitur këtë dosje për ju, ku si dokument bazë është plani biznesit, i përgatitur me ekspert ndërkombëtar, me të cilin fituan vendin e parë me 500 projekteve nga gjithë bota në një konkurs ndërkombëtar zhvilluar në Skoci. Fituan çmimin e artë Green Apple Award, si ideja më inovative dhe miqësore me mjedisin. Jam këtu për të ndarë me ju projektin më inovativ të turizmit aventurës në Ballkan. Albanian Adventure Resort, duke pasur si një mision transformimin e jetës së komunitetit, duke promovuar më të bukurën dhe më të mirën e Shqipërisë dhe vizion për të qenë një nga 10 qendrat më të mira të turizmit të aventurës në Europë. Po çfarë është Albanian Adventure Resort? Praktikisht është transformimi një ish reparti ushtarak të braktisur, të amortizuar, në zemër të kanjoneve të Osumi në Skrapar, mi dy qarqeve të pasurisë të UNESCO-s, Gjirokasti dhe Berati, në një qendër të sporteve në natyrë, në një qendër të energjisë, të adrenalinës, në një qendër ku do mbledhi qindra turistë dhe vizitor shqiptar, mira të huaj dhe do të trajnohen me dhjetra të rinj dhe do ofrohen mundësi punësimi për gratë dhe për gjitha industritë dhe ekonomitë lokale që funksionojnë në zonë. Mbrapa meje tani po i transmetohet një koncept që ne kemi përgatitur me X-Plan Studion, bashkëpunëtorët tanë, i cili përshkruan se ku ndodhet ky ish repart i amortizuar në mes të 2 shpateve të mrekullueshme, në një sipërfaqe prej 10 hektar, dhe ne, duke qenë shumë të ndjeshur për mjedisin dhe për natyrën, kemi planifikuar që të ruajmë ato materiale të cilat mund të ripërdoren, të riciklojmë ato, dhe paralelisht çdo ndikim që do jepet, çdo investim, të ketë një impakt sa më të ulët në ambient. Është një qendër e cila synon që të bizotërojë natyra. Nëse ju shihni, gjitha godinat janë të fshehura në natyrë dhe madje kemi planifikuar edhe taracat e gjelbërta në mënyrë që të ndjehet natyra e egër shqiptare, duke ruajtur të gjithë elementët, siç është momenti i këtij përojit, ku do zhvillohen kurse kajak për fëmijët e vegjël. Dhe në një farë mënyre kjo do jetë një qendër mikpritse për gjithë vizitorët e asaj zone, duke ofruar të gjitha kushtet e nevojshme dhe të domosdoshme për aktivitetet që ata kryejnë, pasi ne praktikisht tani çdo gjë e kemi bërë në breg të lumit. Le të themi, pavarësisht suksesit dhe rritjes së jashtëzakonshme që kemi pasur me produktin e rafting, ne kemi qenë të detyruar që mos i ofronim kushtet më optimale turistëve. Dhe edhe për shkak të kërkesave të gjithmonë në rritje, kemi pasur një humbje në 40% të tregut dhe të kërkesave të turizmit. Prandaj, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, kemi krijuar këtë shoqëri aksionare. Dhe jemi në fazën e parë të zhvillimit të qendrës, të qelizës së mikpritjes. Aktualisht, vlera e Albanian Adventure Resort është kjo pron prej 10 hektarësh, e ndodhur 500 metra lart kanjoneve egzotike të Tetujvarave. Është një investim në fondin e zhvillimit të rajoneve prej 44 milion lekësh, aktualisht i realizuar. Janë asetet e Federatës së Rafting, pajisjet sportive, materiale në vlerën prej 30 milion lekë, dhe puna jonë e paçmuar edhe e pasvendësueshme këto 15 vjet. Besoj
Ju që vini nga fusha e biznesit e dini se sa e vështirë dhe mundishme është të ngresh një markë biznesi dhe çfarë është më e rëndësishme besimin te tregu. Ne nuk patëm fatin që të ngrinim një biznes në mes të Tiranës. Zgjodhëm një nga zonat më të vështira të Shqipërisë. Kur unë kam filluar rafting para 15 viteve, nuk flitej fare për turizëm. Dëgjoj për Shqipërinë vetëm në kronikat e zeza. Nuk ishte asnjë vizitor në Skrapar. Vitin e kaluar arritëm të shohim 5.000 vizitor vetëm për qëllim të rafting dhe 3 herë më shumë që vinin dhe vizitonin zonën për aktivitetet të lidhura afër kanioneve të Osumit, duke angazhuar kështu dhe bizneset lokale, restorantet, hotelet, shtëpit price, duke përfshirë industritë si bujqësia, transporti, shëndetësia e kështu me radhë. Jam këtu përballë jush sepse kemi një nevojë shumë urgjente. Nuk më shqetëson faktin nëse do realizohet projekti. Kur ja dolëm që të kthenim në një destinacion kryesor për Ballkanin, kanionit e Osumit, që s'ishin dëgjuar kur më parë, jam e sigurt që ky projekt do jetë i realizueshëm shumë shpejt. Por është çështje kohe, sepse unë shoh me sytë e mi për ditë 10 të rinj që largohen nga Skrapari, nga Përmeti, madje edhe nga Berati, nga Gjirokastra, nga zona edhe më të rëndësishme dhe më vitale, për të ardhur drejt Tiranës apo për të emigruar jashtë shtetit, duke kërcënuar ekonominë rurale, ekonominë lokale. Dhe e shikoj këtë qendër si një mundësi për të rikthyer të rinjt, për t'i trajnuar në mënyrë që ato të bëhen menaxher të suksesshëm të bizneseve në fushën e turizmit, të punësojnë direkt në këtë qendër apo në mënyrë indirekte në bizneset e zonës. Prandaj kemi nevojë për investime në infrastrukturë, duke arreduar, kompletuar këto 2 godina, duke sistemuar gjithë pjesën teknike dhe parkun e jashtëm. Kemi gjithashtu nevojë për investime në zhvillimin e 5 produkteve të reja, përveç atyre që aktualisht zhvillojmë, të turizmit të aventurës, ku me studimin e Universitetit Politeknik të Bostonit, ne kemi bërë një kërkim dhe kemi identifikuar 5 aktivitetet më të preferuara për shqiptarët dhe të huaj, të cilët janë ziplining, hiking, kacaviri ose climbing, parku i aventurës apo eksperienca e ushtarit, që ti vjen në Albanian Adventure Resort dhe për një ditë jeton si një ushtar dhe bën ushtrimet e ushtarit pra një parku ekologjik të zhvilluar aty pranë, dhe gjithashtu canyoning apo eksplorimi i kanionit. Por paralelisht nuk duhet të harrojmë qëndrueshmërinë, e cila vjen nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm. Dhe ne duam që në këtë fazë të parë të rekrutojmë, trajnojmë dhe punësojmë në mënyrë direkte 27 të rinj. Pra, impakti Albanian Adventure Resort nuk është thjesht një biznes i suksesshëm i turizmit. Okej, ti vëm pikë. Por do ketë rreth 27 vende të reja pune të krijuara, 700 vizitorë që do vizitojnë qendrën në javë, do ketë 5 produkte të reja turistike, mbi 50 biznese të lidhura me funksionimin e qendrës dhe bashkëpunime rajonale dhe ndërkombëtare. Kështu që unë doja të ndaja me ju edhe një përshtypje të një nga personaliteteve më të rëndësishme në Shqipëri, të cilin e patëm kënaqësinë ta shoqëronim në rafting disa ditë më përpara. Një projekt edhe me mbështetje e qeverisë, edhe me mbështetje dhe investimi privat. Është në të ardhmen një projekt që do të jetë shumë i mirë, jo vetëm për Shqipëri, por për të gjithë në Europë. Ky ishte një prezantim i shkurtër. Okej, tani ta mbyllim se kaluam. Filloj për çdo pyetje. Okej, fillojmë. Kush ka pyetje? Çfarë kërkohet tjerë? Eksaktësisht, investimi në atë Albanian Adventure Resort apo jo? Ne kemi darë në disa faza projekti, në mënyrë që le të themi të hedhim hacat e bebes, duke krijuar eksperienca, duke trajnuar, duke mësuar gjatë rrugës. Kështu që kjo fazë e parë kërkon një investim për 140 milion lekësh për të përmbushur gjithë nevojat që unë thash, arredim, kompletimi 2 godinave, qelizës së parë me pritje sistemimi jashtëm, zhvillimi 5 produkteve të reja turistike dhe trajnimi, edukimi, formimi profesional i 27 nënpunësve të cilët do punojnë gjatë gjithë vitit pranë qendrës. Dhe pjesa tjetër është fazë që do zhvillohet më vonë pastaj. Do zhvillohet më vonë. Nëse ju jeni të interesuar, vlera totale e projektit është 8 milion euro dhe ofrojmë mundësira bashkëpunimi të ndryshme. Për të dytën nuk garantoj që ne do ta shohim me përparësi. Është një kënaqësi. Vetëm
Rolin e ministrisë nuk e kuptova. Qa ishte roli ministrisë aty i shtetit? Ministria e Arsimit dhe Sportit është aksionar në Albanian Adventure Resort dhe Federata Shqiptare Rafting. Është një partneritet publik-privat. Çfarë punë ka ministria, çfarë punë ka federata e kuptoj? Po ministria ç'punë ka? Ministria luajti një rol shumë të rëndësishëm pasi buri pronon kontribut në këtë shoqëri aksionare. Kështu që dhe paralelisht ka një rol shumë të rëndësishëm sepse janë 300.000 nxënës dhe studentë në Republikën e Shqipërisë dhe ne synojmë që të përfshijmë aktivitetet tona në kurrikula zyrtare që të japi mundësi çdo nxënësi dhe studenti që për disa ditë të vijë aty në praktik të mësojnë në lidhje me disiplinën, punën në grup, në lidhje me historinë, gjeografinë, mjedisin, natyrën. Ka është një partner strategjik. Kjo është arsyeja pse ne zgjodhëm Ministrinë e Arsimit dhe Sportit në këtë iniciativë, në mënyrë që qendra të bëhet e qëndrueshme, sepse për ne nuk është e rëndësishëm vetëm të shesim aktivitetin tonë ekonomik, por këta të rinë dhe studentë do jenë klientët potencial. Nuk Ministrinë Aksionere, po kjo është punë tjetër që ju e keni zgjedhur. Njerëzit vinë aty për atë kënaqësi që kanë, për ato që ju bëni. Pa diskutim që klientët vinë për atë, por në biznesin tonë ne mendojmë për përfitimit të momentit me klientët. Unë dua që natyra shqiptare, potencialet që ne kemi, kanionet, gjithçka që na përfshin të mbrohet. Edhe kjo mbrohet vetëm në mjet edukimit, dhe këtë e them nga eksperienca jonë. Jam i sigurt që ne do ta shohim të paktën grupi Balfi do ta shohim në perspektivën e vogël dhe në perspektivën e madhe. Pra, krijimi këtyre faciliteteve të vogla që kërkoni. Se unë besoj shumë që pjesa me madhe aty vinë për rafting dhe të tjera që ju do të krijoni në atë pjesë të tokës që keni marrë nga shteti. Pra do të shohim seriozisht grupi Balfi. Mund të bëhen edhe në vende të tjera, pra padyshim që çdo investim që ka të bëjë me rafting për ne përben vlerë në idenë që ju keni. Zoti Mane, është rafting produkt i identifikuar sepse ne kemi punuar për 15 vite me shpirt. Dhe kjo e sepse rafting ka në gjithë botën. Nuk ndalon më ta tha foto, do ta shohim me veritet. Atë kemi diçka të fundur, që besoj është e rëndësishme edhe për biznesmenët e nderuar, sepse unë ja njoh dhe kam shumë respekt për profilin e bizneseve. Duke investuar te Albanian Adventure Resort, jo vetëm investoni në një biznes të suksesshëm, do t'i lexoni vetë planet e biznesit, por ju do hyti me ne në historinë e transformimit të një komuniteti të tërë dhe se si do shërohet një zonë e varfër. Si skraparje. Nga zonat më të pasura të rajonit. Që ajo e ka me pasion, kjo është e sigurt dhe kjo nuk ka të bëhet Albania Resort, po ju të dy e keni hasur më përpara dhe e dini energjinë e deri. Përveç përgëzimeve për herë të dytë, dhe ne do ju mbështesim në rrugtimin tuaj me gjitha mundësi dhe konsulencat që do keni nevojë. Vlerësojmë shumë sepse është një pjesë shumë kritike dhe delikate konsulenca dhe rruga që do të ndjek. Një ndër kërkesat është që të pajiset me të ketë internet gjithë, mirë thash? Shërbimin e internetit, televizionit, gjithçka që Apkomi ka. U tha u bë. Unë bëjt... Tani, janë dhe këta dy burat që do i shohin në vëmendje me këta, po doli me këta, pasaj donacion është këpuc, ne këpuc të dike, se bëm kërësie. Unë bëjt puc lukure, dhe s'besoj që t'jenë për rapi. Unë bëjt puc gome. Dhe jamiti unë nuk kanë ndjeku në aktivitetin. Po, kërse jesh për hajkin, jam do t'a përbaloni më së mirë, jam e sigurt. Sa të shërojmë që këmë. Unë e sigurt që nuk mund të vitë. Derina, more maksimumin e mundshëm nga ky panel. Ishte një kënaqësi shumë e madhe, ishte Blerina Ago me Albanian Adventure Resort, në fakt një projekt për të përgëzuar, një projekt i bërë mirë, një ide shqiptare e nisur 15 vite përpara dhe në fakt e nisur në atë kohë kur shqiptarët nuk mendonin të rinin në Shqipëri, atje në skraparja dolën që ta kthejnë në trendat të vend. Valentini dhe Kastrioti me prezantimin e tyre nxitën kuriozitetin e juristë dhe publikut, gjë që u siguroi kalimin në fazën tjetër të garës. Sot është koha për këshillat e mentorëve. Shohim nëse mbas këshillave specifike nga mentorët e zgjedhur nga kompania Tring, prezantimi i projektit për ngrohjen e ajrit do të arritë të kualifikohet në finale. Nga ajo të gjëra, do të thënë faza e pilotimit, do të thënë bërja prototipit deri në pilotim kushton kaq. Pajisja do kushton në treg kaq që ka edhe çmim të mirë në treg nesër, por ka dhe efikasitet në kursim energjie. Atëherë unë kam krijuar një pajisje që në bazë të
operacioneve të mia teorike, po të bëjmë këto llogari, deduktojmë që dalim me një pajisje që do kursej kaq energji, do zëvendësoj pajisjet që ne kemi në shtëpi. Do përmirësoj për cilësinë e ajrit. Çfarë ka përfitime? Më rëndësishme është të përmirësojnë edhe ajrin që përdorim. Është shpikje, nuk është nivel, unë e konsideroj shpikje. Kjo mund të krijojë një industri të tërë. 5 gjëra këto zhvillim, pastaj fillon tekniket. Valentin dhe Kastriot ndoi kondensa katalike qeramike për ngrohjen e ajrit. Është projekti i tyre, i cili ka një emër të gjatë, por që në vetvete është shumë i thjeshtë. Si të harxojmë më pak duke përfituar cilësi maksimale për ngrohje. Atëherë pa u mburkoj, ju e dini, ta përmbledhim, ta koncentrojmë sa më shumë idenë dhe pastaj kalojmë tek pjesa e pyetjeve të gjitha. Dakor? Suksese. Përshëndetje, ne jemi vëllezërit Ndoj, Kastrioti dhe Valentini. Sigurisht jemi këtu për të prezantuar idenë e ngrohjes së ajrit, një sistem të ri të ngrohjes së ajrit. Dhe në lidhje me këtë, unë doja të shpjegoj thjesht për sa i përket idesë i cilin Valentini ka krijuar, ka sajuar dhe tashmë është e patentuar nga autoritetet kombëtare të dhënies patentave në nivel kombëtar. Lidhur me këtë, unë jam i pjesë, punoj në aktivitetin në pjesën e industrisë, kryesisht në prodhimin e peletit, kam një linjë prodhimit të peletit, i cili neve na kërkon sistemi i ngrohjes, na kërkon kostot e lartë për të bërë tharjen e këtij produkti që neve prodhojmë. Lidhur me këtë, unë jam pjesë mbështetëse e këtij projekti, sepse në ambientet tona familjare kërkohet ngrohja e ajrit, në institucionet publike kërkohet ngrohja e ajrit, në ambientet tregtare, qendra tregtare apo spitalet apo kudo kërkohet ngrohja e ajrit dhe kërkohet ekologjikisht dhe ekonomikisht, i cili ofron ideja e Valentinit me kondensën katalitike, qeramike e ngrohjes së ajrit. Ky projekt tashmë i miratuar dhe nga autoritetet kombëtar. Lidhur me pjesën teknike, mund të flasë Valentini për sa i përket teknikisht për ta zbërthyer projektin. Përshëndetje. Duke parë ose më saktë në mënyrat më të shpeshta të ngrohjes në ambientet tona apo në industri, kryeson zjarri me drum, që mund të jetë duke filluar që nga ogjaqet, e me vonë tek sobat, deri tek sobat e avancuara si janë sobat me pelet, tek kaldajat, edhe shumë mënyra tjera për të ngrohë ajrin, ose për të ngrohë ambientet ku banojmë apo qëndrojmë. Duke parë këto mënyra të ngrohjes së ajrit, tek secila prej tyre shohim mangësitë e rastit. Nëse marrim si referencë ogjaqet, sigurisht janë të pastra, janë ekologjike, për sa i përket ambienteve, por për natyrën nuk janë aq ekologjike, sepse sasia e zjarrit në to është shumë e madhe dhe nuk shfrytëzohet e gjitha si sasi zjarrit. Pa përmendur pastaj mënyra tjera si janë sobat apo kaldajat apo mënyra tjera për ngrohjen e ajrit. Dhe duke marrë shkas nga kjo, krijova këtë kondensë katalitike qeramike, e cila falë strukturës dhe përbërjes së saj, shfrytëzon gjithë sasin ose energjinë e çliruar nga zjarri, duke ja marrur gjithë temperaturën. Që do të thotë, me një sasi zjarri në një sistem ngrohje aktual, duke e pasuruar me këtë kondensë, mund ngrohim 3 fish se sa kemi ngrohur me sistemin aktual. Struktura e kësaj kondense është pak e ndërlikuar dhe për efekt kohe nuk e shpjegojmë dot të gjithën, por e rëndësishme është përbërja e saj. Kjo përbëhet nga një lloj argjile, e cila është përdorur prej shekujsh në industrinë e ngrohjes ose më saktë në furrat e gatimit. Fal veçorive të saj që ka në përthithjen dhe ruajtjen e temperaturës. Sigurisht edhe sipërfaqja ku përplaset ajri i pastër, me anë të kësaj kondensë qeramike dhe si rezultat i kësaj argjile ose kësaj qeramike, është më e pastër dhe ajri që ne thithim nuk i merr ato oksidet e çliruar nga metalet e ndryshme apo nga temperaturat e larta që krijojnë ato sipërfaqe ku përplaset ajri. Kjo fal monitorimit të ajrit, që është një pjesë e panelit komandues, e cila është në proporcion të drejtë me temperaturën. Domethënë, monitorimi i ajrit bën që ushqimi i zjarrit të jetë në proporcion të drejtë me temperaturën, që do të thotë
e paksojmë ose e ndalojmë zjarrin nëse temperatura e ajrit që do vijë në ambientet tona kalon limitet e caktuara, siç është një temperaturë për afër prej 60 deri në 80 gradësh. Kjo mënyrë, më saktë, ose ky lloj sistemi, sigurisht në përmasa të ndryshme, mund përdoret edhe në industri. Kryesisht mund përdoret në industrinë e prodhimit peletit. Në mënyrën aktuale, druri i bluar nga i cili prodhohet peleti, thahet nga një ajër i dal direkt nga një vatër zjarri, që është kaldaja aktuale, ndërsa mendimin e kësaj kondense, dy vëllimet janë të ndara dhe ajri vjen i ngrohtë, i pastër dhe gazrat dalin në anën tjetër, dhe reduktimi i kostos për ta mbajtur në punë që shkon deri në masën 70%. Pra kostoja reduktohet deri në 70% për prodhim industrie që mos të dalim shumë teknikalitete se ato ju e jeni patentuar, kështu që e keni të kryer. Ndërkohë për produkt për familjarin, domethënë për reduktimi i kostove është i njëjtë në të dyja rastet. Në të dyja rastet, pra mbi 70%. Në 70% reduktimi i kostove plus ndotjes që shkarkojnë në natyrë. Që domethënë është minimale. Është 70% më e vogël se teknologjia aktuale. Kjo e gjitha e patentuar tek zyrat e patentës. Gjithë projekti. Çfarë kërkoni? Çfarë kërkoni që ta mbyllim, domethënë? Un kam bërë një plan biznesi që është për prodhimin e maketit. Për prodhimin e maketit është një shifër sigurisht në mënyrë artizanale, por që shkon diku te 5.000 euro. Për patentimin ndërkombëtar, domethënë gjithë patentimin ndërkombëtar në gjithë mënyrat si bëhet, ka shifrën rreth 10.000 euro. Kam përllogarit një kosto për të krijuar teknologjinë e prodhimit të këtij sistemi, pa kostot e objektit, që shkon diku tek 100.000 euro, ndërsa duke përllogarit pastaj edhe objektin apo fabriket apo këto, mund të jetë një investim që kalon shifrin për 1 milion eurosh. Vetë sistemi kushton diku rreth 1.000 euro, plus teknologjia e avancuar apo sistemi i shpërndarjes, sepse në varësi të ambientit ajo është çmim relativ. Për sa i përket ambienteve më të mëdha ose mbi 1.000 metra, vetë sistemi kushton diku 5.000 euro. Okej, mos të shpërndahemi, që të fillojmë pyetjet juria, mos se kemi shumë element teknik. Atëherë, investi për maketin 5.000 euro, kosto patentimi ndërkombëtar 10.000 euro, pajisje për industrinë e prodhimit të pa kostot e objektit. Pa kostot e objektit, ndërkohë mundësi investimi deri në 1 milion. Atëherë, fillojmë. Ku ndryshon ky sistem nga soba qeramike? Atëherë, siç e theksova edhe më përpara, me sasinë e zjarrit që digjet brenda një sobe qeramike, unë mund të ngroh 3 fish sipërfaqe ose ambient me ndimin e kësaj kondense qeramike. Sistem katalitik që rrit rendimentin e djegjes së drurit, peletit e tjerë. Nuk ka lidhje fare me vatrën e zjarrit, thjesht shfrytëzon energjinë që çliron zjarri. Po pra, rrit rendimentin apo jo? Ulim sasinë e zjarrit. Nuk ka lidhje me se ndizet zjarri më shumë apo më pak. Vatra e zjarrit është gjithçka në vete. Këtë mund ta inkorporojmë në një ogjak, mund të përmirësojmë mund të bëjmë një kaldaj për përdorim për shumë ambiente. Rritja e rendimentit do të thotë që me të njëjtën sasi druri ose peleti, neve të ngrohemi më shumë apo jo dhe më gjatë. Kjo është. Pra, jemi me ky është qëllimi final që ke realizuar. Ndryshon fakti aq sasi zjarri, kjo më pak sasi zjarri do të thotë që do harxhohet më pak dru, apo jo? E rëndësishme është që kjo është një risi dhe nuk ekziston në asnjë vend të planetit sot për shkak. Në funksion të peletit apo mund të funksionojë me çfarë lloj zjarri sistemi? Kjo funksionon me çdo lloj zjarri me ushqim të monitorueshëm. Është peleti dhe gazi. Po, gazi më vonë kur të bëhet gazifikimi i Shqipërisë. Për momentin është peleti. Ideja dhe iniciativa është shumë interesante me të drejtë. Okej, Gent, do ta bësh atë komentin e fundit? Jo, kisha pjesën e monetizimit. Pra biznesi juaj do jetë në shitjen e këtyre sistemeve dhe këto do jenë sisteme masive pra për popullsinë e gjerë apo do jenë për industrinë. Pra juve si mendoni ta monetizoni këtë sistem? Kjo do prodhohet në 2 forma. Një model për ngrohje ambientesh dhe modele të ndryshme për industri. Në industri ka shumë modele industrisë që e përdorin këtë lloj. Përmenda vetëm furrat e peletit, por mund të
improvizojmë edhe furrat aktuale të pjekjes bukës, mund t'i bëjmë me këto. Mos nezim zjarr brenda furrave, po t'u hedhim ajër ngrohtë nga kjo. Kjo mund të prodhojë ajër deri në 600 deri në 800 gradë. Dhe me një sasi zjarri këtë vogël. Po, që ta qartësojmë, besoj me sa kuptova dhënë pyetjen e Gjendit, njëjtën pyetje kisha para shumë. Po ta bëjmë më konkrete. Ju çfarë kërkoni sot? Kërkoni financimin për patentën apo kërkoni financimin për ngritjen e fabrikës? Pra, do komercializoni patentën apo do prodhoni vetë sisteme? Mundësitë e bashkëpunimit janë të pafundme, ato mbeten për të diskutuar, por të dyja, nëse do të krijojmë industrinë, nuk e shfrytëzojmë dot vetëm në rang kombëtar, dhe na duhet ta patendojmë që ndërkombëtarisht në tregun ndërkombëtar. Mirë, ishte një kënaqësi. Faleminderit. Ishte Valentine ka qëndroj me projektin e tyre kondens katalike qeramike. Ne kalojmë te projekti i fundit për ditën e sotme. Ajo është një zonjushe ardhur nga qyteti Korçës, Suela Horandi, me projektin e saj Sanavita për një jetë shëndetshme. Ndjekim insertin. Suela Horandi, Sanavita? Kalon. 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 Kalon? Kalon. 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 Wow, me 5 po mos gaboj ishte dhe Suela Horandi, projekti Sanavita. Sanavita, ose jetë e shëndetshme, është projekti në shërbim të komunitetit i cili kaloi me sukses të plot në gjysmën finale. Edhe pse Sanavita është një projekt i jetësuar, edhe Suela e kalon fazën e këshillimit me mentorët e zgjedhur nga Tring, për të marrë konsultën dhe këshillat e fundit për para prezantimit në gjysmën finale. Tregoje backgroundin tënd, pse mendove për këtë zgjidhje, çfarë shërbimesh do të kesh inkorporuar. Tani jemi 3 veta, apo më vonë mendojmë të jemi 5, 10, 15. Fillimisht do i mbulojmë këto nevoja edhe me njerëz part-time, pastaj të shohim në të ardhmen që të kemi njerëz full-time duke rritur biznesin. Keni ju një numër pacientësh vjetor që keni parashikuar, sa do keni që të përgatiteni që sa do jenë burimet e juaja të brendshme për t'i mbështetur? Po, kam parashikuar një numër personash të paktën ditor është numri 10 pacient në ditë. Të shtosh shifrat në prezantimin tënd. Jo të shtosh si shifra, po të shtosh shifrat në prezantimin tënd. Pra thuash unë kaq i kam kosto operative, unë kaq më duhet për këtë, kaq më duhet kosto ata OPEX dhe CAPEX, sa pajisje tjerë do shtojnë që të shtojnë shërbimet të gjitha me radhë. Pra gjitha këto është mirë të kesh prezantimin tënd, që të jetë ai personi që dëgjon thotë, "Okej, kjo nuk është vetëm infermiere, por kjo është business woman, kjo e kupton edhe biznesin." Okej, super. Sukses. Shumë faleminderit edhe juve. Faleminderit. Sukses. Faleminderit. Vjen nga Korça dhe është Suela Sanavita. Hajde Suela. Është historia e një infermiere e cila ka vendosur të dalë nga institucionet shtetërore dhe të krijojë biznesin e vet. Unë të uroj suksese. Jepi, s'kena. Faleminderit. Atëherë pa humbur kohën, po filloj me prezantimin e plan biznesit tim për projektin tim të quajtur Sanavita. Me disa nga pikat kryesore. Atëherë kush jemi ne? Ne jemi klinika Sanavita, e para dhe e vetmja e këtij lloji në qytetin e Korçës, me shërbime infermierore edhe në shtëpinë e pacientit. Kemi startuar me zhvillimin e projektit tonë që prej datës 1 maj të vitit 2017. Misioni jonë janë suporti maksimal i familjarëve dhe pacientëve në nevoja, përmirësimi të shëndetit të tyre, gjendja pranë pacientëve për shëndet të mirë në komunitet. Motoja jonë për një jetë të shëndetshme. Qëllimi jonë kryesor është të ndihmojmë çdo kënd që ka nevojë, eficiencë në ofrimin e shërbimeve duke përmirësuar mënyrat e shërbimit, vizitave shëndetësore, duke i ofruar ato në mënyrë profesionale edhe në kushtet e shtëpisë. Objektivat tona janë të afrojmë të paktën 10 klientë më shumë çdo muaj, të sensibilizojmë njerëzit për klinikën tonë, të arrijmë të bëhemi klinikë e njohur dhe e vlerësuar, të arrijmë të bindim klientët se ne jemi zgjedhja e tyre, të arrijmë të dalim me fitime, të arrijmë të krijojmë imazhin që ne duam tek sytë e publikut, të tërheqim pacient nga të gjithë grup moshat, të krijojmë një komunikim të mirë me punonjësit dhe klientët, të sigurojmë mbështetje financiare me fondacionet private dhe ato qeveritare. Plani i personelit. Infermierët kanë për detyrë të trajtojnë individët që janë në nevojë. Recepcionisti të informojë dhe të drejtojë pacientët në mënyrën e duhur. Prioritetet dhe shërbimet tona.
Prioritetet tona janë pacientët me vështirësi në frymëmarrje, pacientët me vështirësi në lëvizshmëri, pacientët me sëmundje kronike, si dhe kujdesi ndaj moshës së tretë. Shërbimet tona janë menaxhimi medik. Se I lexojmë aty shërbimet, s'ka problem. Okej. Ajo që dua të theksoj në pjesën e shërbimeve është vënia në dispozicion e aparaturave të oksigjenimit për pacientët me vështirësi në frymëmarrje dhe me probleme kronike. Dhe për këtë dua të theksoj faktin jo më shumë se 2 javët e kaluara, një pacient përveç pa mundësisë për të shkuar në ambientet spitalore për të trajtuar me oksigjen, ndoshta dhe jashtë dëshirës të tij, ka ndruar jetë sepse nuk ka marrë shërbimin e oksigjenimit në shtëpinë e tij. Pra në qytetin e Korçës ky shërbim nuk ofrohet në shtëpi. Thjesht në Pra të gjitha këto shërbimet, pra kemi një infirmeri lëvizshme, le të themi kështu, ju ofroni këto shërbimet, e keni hapur në 1 maj dhe kërkoni konkretisht çfarë dhe në vlerë sa. Atëherë, unë kërkoj një pjesë të bazës materiale, disa aparatura, ku bëjnë pjesë aparatura e oksigjenimit, aparatura e sterilizimit, instrumenta kirurgjikal dhe një pjesë të bazës materiale. Gjithashtu një pjesë të marketingut dhe bashkëpunim me kompanitë e sigurimit. Sa është vlera në total? Vlera në total diku të 7.000 euro. 7.000 euro. Po. Unë e përgëzoj në fakt se kam pas një rast në familjen time dhe e kam shfrytzuar këtë sistem, në Tiranë funksionon mirë, ku infermierët janë asistent 3 turne, që kryen gjithë shërbimet pacientit, sidomos kur pacienti nuk lëviz nga vendi dhe ka nevoja në shërbime në krevat, është për njerëzit që punojnë, për familjarët që janë gjithkohës të impenjuar dhe që duan një asistencë profesionale, është një nga bizneset më të mira që sot mendoj që vlen shumë dhe për vendin tonë. Të përgëzoj për iniciativën. Pyetje? Jo, edhe unë bashkoj me Donikën, është patjetër treg keni. Tregu vetëm do ju rritet, sepse popullsia fillon në plaget, sepse shumë është... Dhe jo vetë moshat e treta, por gjithë moshat. Më duket një, themi, përqasje shumë normale juaja ndaj kërkesës për ndihmë edhe për, themi, vizionin e biznesit. Korça është një qytet I mbarë në këtë drejtim, besoj që mbasi ta kaloni me sukses qytetin e Korçës, mund të shtrihen edhe në Tiranë si biznes. Faleminderit. Po. Është shumë ideja është shumë e qartë në ofrimin e shërbimeve, dhe çdo gjë që ofron shërbime është gjithmonë ide e mirë. Pra sa herë ka nevojë për shërbime është gjithmonë nevoja sjell dhe iden për ta shërbyer. Një pyetje kam, a ka nevojë për licencim ky biznes? Po, patjetër. Si e keni menduar? Është biznes I formës fizike. Kur them licencim, nuk e kam për QKR-n, e kam nga këto shërbime. E kam nga Ministria e Shëndetësisë ose nga urdhri I mjekut. Ka nevojë për licencë, sepse dikush që do shkoj, licencë profesionale. Po. Unë e kam një tillë. Pra unë kuptoj që dikush do shkoj ke I moshuari dhe do japi një shërbim. Tani, ai shërbimi mund të ketë nevojë shërbim mjekësor specializuar. Si bëhet? Vele keni menduar? Do marrë vetëm të pjesën e infermerisë. Do të ketë bashkëpunim edhe me klinika private. Me klinika marrin përsipër shërbimin, qëndrimin natën pranë pacientit, larjen e pacientit, matjen e një tensioni, matjen e një temperature, dhënien e ilaçeve, po duhet të jenë profesionale, bërjen e gjilpërave, duhet të jenë të gjitha infermiere. Pra mjeku, kjo duhet të jetë djegja dhe ju pastaj vazhdonin. Po, bashkëpunim. Jo se shikoj injeksione, shikoj janë të gjitha infermiere, to janë detyra ime. Stafi është infermier. Vetëm infermierie. Po, pjesa infermierore. Në bashkëpunim me... Dhe I gjithë stafi besoj është I instruktuar, I shkolluar, I licencuar për të bërë punën e infermierit. Janë 4-5 mjek, apo jo? Jo, infermier. Infermier, fal. Infermier. Po janë sigurisht bashkëpunim me mjek. Një grup infermierësh, po. Nuk isha në pyetje specifike, nevoja ekziston edhe si shërbim është, besoj që shërbim që funksionon, e vetë
I vetmi koment është pjesa që nuk doli shumë mirë nga prezantimi, është pjesa e kostove, pra si thua e çmimit të shërbimit, nëse arrini t'i mbuloni kostot e investimit fillestar, po jam i sigurt që po. Shpenzimet, do me thëmë pjesa e shpenzimeve kryesore është kryer. Tani duam që të ecim pak. Jo, e qartë, ideja është që çmimi që do i vendosni ose që keni vënë shërbimet. Po, sa çmimi juaj për një pacient? Patjetër që kemi bërë një preventiv të çmimeve, por ideja është që për t'i ardhur sa më shumë në ndihmë pacientit, kemi bërë dhe paketa, të cilat janë të ndryshme në bazë të shërbimeve. Paketa për t'i lehtësuar sadopak. Jeni siguruar që të ardhurat do t'i mbulojnë të shpenzimet qoftë fikse, qoftë variable? Patjetër. Kanë më shumë nevojë për marketing. Se edhe në Tiranë, për shembull, ishte gojdhënës që ekziston, por marketingun e kishin edhe këta të Tiranës e kishin shumë të ullët. Ka nevojë për marketing. Besoj duke bashkëpunu me spitalet. Për atrecatur, se atrecatur shiri nga fasho, nuk besoj që... Një pjesë e vogël e bazës materiale. Mirë. Suela, faleminderit. Ishte në kënaqësi që ishe në Do You Have an Idea. Ishte projekti 7 dhe i fundit. Mirë, ndjekim një përmbledhje të 7 konkurrentëve, pastaj publicitet dhe do rikthehemi këtu për të marrë vendimin se kush do kalojë në finale. Kështu që pajisja me një laborator të thjesht do na reduktonte këto kostot. Okej, duhet partneritet me spitalet dhe me spitalit, me kompani telefonike. Nëse dikush ka të njëjtën dëshirë të promovoj vendin këtë drejtim, të krijojë këtë kulturë, të ndihmojë këto gratë, le të bashkohet. Duke llogaritur një kosto totale, e cila i bën $35,000. Dhe ne duam që në këtë fazë të parë të rekrutojmë, trajnojmë dhe punësojmë në mënyrë direkte 27 të rinj. Duke përllogaritur pastaj edhe objektin apo fabriket apo këto, mund të jetë një investim që kalon shifrin për €1 milion. Unë kërkoj një pjesë të bazës materiale, disa aparatura dhe bashkëpunim me kompanitë e sigurimit. Jemi në rrugtimin e dytë të kësaj faze eliminatore. Ju e dini që vetëm 7 projekte do shkojnë në fazën finale, 7 projekte të cilat ne shpresojmë shumë që të investohen. Gjitha për ne nuk ka rëndësi kush më shumë, kush më pak, por rëndësi ka që në të gjitha ide të ketë një investim. Ne do japim gjithashtu si produksion, do japim dhe një stimul prej €10,000 për një prej ideve të biznesit që do na duket e përshtatshme. Gjithsesi, juria ka vendosur që në finale të kalojnë këto 2 projekte. Ejona Zaimaj, projekti Ferma Amalthia. Kalon! Hajde, se zakonisht i pari nuk kalon asnjëherë kur i lexohet emri i pari. Ndërkohë, zoti Mane kishte një njoftim për ty. Shqetësi, ju lutem. Pavarësisht se do t'i sigurosh ato fonde duke i marrë borx, duke kërkuar financime të tjera ose duke kërkuar partner, unë besoj që duke u lidhur me strukturat tona të shparit, ata do të ndihmojnë që jo vetëm të shesësh produktet, por ndoshta të fitosh shumë të ta blesh libratorin vetë pa ndihmën e asnjëri tjetër. Një duartrokitje, pra një bashkëpunim me Sparin. Përveç se kësaj ke kaluar dhe në finale, mund të shkosh atje, okay? Atëre. Hajre Dervishi, projekti Artizane të Natyrës nuk kalon. Më vjen keq, Hajre. Një duartrokitje. Suela Horandi, vajza nga Korça, me Sana vitën e saj, nuk kalon. Kanë ngelur Aurel Asani, Urban Line, Blerina Ago, Albania në Adventure Resort, Valentin dhe Kastrondoj dhe Olger Telezi. Olger Telezi nuk kalon në finale.
Valentin dhe Kastriot Ndoj nuk kalon në finale. Aurel Asani, djali nga Shkodra dhe Blerina Ago, juria ka qenë unanime në këtë vendim. Kalon Blerina Ago. Hajde Blerina. Më shumë adrenalisë raftë, unë juftoj të gjithë dhe hajde një këtu, një duar trokitje për të gjithë konkurentët e Do You Have an Idea, si do që të jetë mos ishte kur dorë nga ëndra tuaja, sepse një ditë ideja jote e biznesit mund të bëhet realitet, dhe sigurisht të këtu Do You Have an Idea ne ju japim një shtys sa më të madhe. Ju faleminderit panelit ton të juris, ishte një kënaqësi shumë e madhe, ne takohemi të njëjtën e ardhshme në programin ku biznesi është kryefjala. Natën e mirë.